Në dhjetor të vitit 1988, kur ish zyrtarët e regjimit komunist po largoheshin në heshtje nga sytë e publikut, dikush hyri në një apartament të braktisur në blok dhe gjeti diçka që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Një valixhe e vogël lëkure, e fshehur pas një paneli të rem në mur, plot me dokumente që mbanin vullën sekret shtetëror. Brenda saj ishin letra personale, shënime dore nga mbledhjet e byros politike dhe një listë e hollësishme e mallrave të importuara për familjet e elitës, mallra që populli shqiptar nuk i kishte parë kurrë në dyqane. Por çfarë ishte më shqetësuese? Një ditar i shkruar me shkronjë të imët që përshkruante takime të fshehta, vendime që ndryshuan fatin e mira punëtorëve dhe frikën e vazhdueshme se dikush po dëgjonte, dikush po shënonte, dikush po planifikonte. Kush e la atë valixhe atje? Çfarë fshenin këto dokumente që as vetë sigurimi i shtetit nuk guxonte t'i lexonte? Dhe pse, pas 3 dekadash, askush nuk ka guxuar të flas hapur për atë që ndodhi vërtet në ato dhoma të mbyllura të pushtetit? Emri Pali Miska sot tingëllon si një jehon e largët për shumicën e shqiptarëve, por për ata që jetonin në vitet 80, ky emër ishte sinonim i industrisë, i fabrikave që punonin natë dhe ditë, i tymit që dilte nga oxhaqet e Elbasanit dhe Fierit, i zërit që urdhëronte dhe që dëgjohej në çdo qoshe të vendit. Ai nuk ishte thjesht një ministër apo një antar i byros politike, ai ishte njeriu që mbante çelësat e ekonomisë shqiptare në një kohë kur çdo vendim mund të nënkuptonte mbijetesë ose uri për mira familje. Por kush ishte vërtet ky njeri që filloi si punëtor i thjesht dhe u ngjit deri në majat më të larta të pushtetit? Si arriti të fitoj besimin e Enver Hoxhës në një sistem ku besimi ishte malli më i rrallë? Dhe çfarë ndodhi kur makina që ai ndihmoi ta ndërtoi filloi të shkatërohet nga brenda? Në vitin 1931, në një fshat të thjeshtë shqiptar, lindi një djalë që askush nuk e imagjinonte se një ditë do të ulej në tavolinën ku vendosej fati i kombit. Familja e tij nuk kishte asgjë, as tokë, as lidhje, as emër që të hapte dyer. Por ajo që kishin ishte diçka që regjimi i ri komunist e vlerësonte më shumë se çdo pasuri, origjinë të pastër proletare dhe gatishmëri për t'u sakrifikuar për partinë. Pali Miska u rrit në një botë ku çdo fjalë duhej të peshojë, ku çdo veprim vëzhgohej, ku edhe mendimi i gabuar mund të dërgonte ty dhe familjen tënde në harres. Por ai mësoi shpejt rregullat e lojës, jo vetëm t'i respektonte, por t'i luante më mirë se kushdo tjetër. Ai nuk ishte nga ata që bënin zhurmë, që kërkonin vëmendje, që flisnin shumë në mbledhje. Ai ishte nga ata që dëgjonin, që shënonin, që kupton se kush kishte pushtet të vërtet dhe kush ishte thjesht një figurë dekorative. Kur filloi të punoj si punëtor i thjesht në industri, Pali Miska pa me sytë e tij çfarë do të thotë të jesh në fund të piramidës. Turnin e natës në fabrik, duart e djegura nga metali i nxehtë, pagën që mezi mjaftonte për bukë dhe qep, frikën se një gabim i vogël mund të akuzonte si sabotator. Por ai pa edhe diçka tjetër, pa se si funksiononte sistemi, se si lëviznin mallrat, se ku ishin dobësitë, se kush ishin njerëzit që vërtet mbanin gjërat në lëvizje dhe kush ishin thjesht parazitë që jetonin nga puna e të tjerëve. Dhe kur partia filloi të kërkoj kuadro të rinj, njerëz që njihnin industrinë jo nga librat por nga përvoja, Pali Miska ishte gati. Ai nuk kishte nevojë të shpik histori, ai kishte jetuar ato. Ai nuk kishte nevojë të pretendonte se e kuptonte punëtorin, ai ishte punëtor. Dhe kjo e bëri atë të paçmuar në sytë e atyre që po ndërtonin një shtet të ri mbi rënojat e të vjetrës. Por ngritja e tij nuk ishte vetëm çështje merita. Në Shqipërinë komuniste, talentet nuk mjaftonin, duhej të kishe edhe fat, edhe instinkt për mbijetesë, edhe aftësinë për të qenë në vendin e duhur në momentin e duhur. Dhe Pali Miska kishte të gjitha këto. Kur u dërgua në Tiranë për të studiuar në shkollën e lartë të partisë Vladimir Iliç Lenin, ai nuk shkoi atje vetëm për të mësuar teori marksiste-leniniste. Ai shkoi për të ndërtuar lidhje, për të kuptuar se si mendonte elita, për të mësuar gjuhën e pushtetit. Dhe ai e mësoi atë gjuhë më mirë se shumë prej atyre që kishin lindur në familje të privilegjuara. Ai kuptoi se në këtë sistem, çdo fjalë kishte peshë, çdo heshtje kishte kuptim, çdo shprehje fytyres lexohej dhe interpretohej. Ai u bë mjeshtër i lojës së pushtetit, jo duke qenë më i zgjuari, por duke qenë më i duruari, më i vëmendshëm, më i paparashikueshëm kur duhej dhe më i parashikueshëm kur ishte e nevojshme. Kur u emërua sekretar i parë i komitetit të partisë të rrethit Fier, Pali Miska u gjend përballë sfidës më të madhe të karrierës së tij deri atëherë. Fieri nuk ishte Tirana, ishte një rreth industrial ku punëtorët ishin të ashpër, ku prodhimi ishte gjithçka, ku premtimet boshe nuk funksionin.
Këtu nuk mund të fshiheshe pas raporteve të bukura dhe statistikave të manipuluara. Këtu duhet të prodhoje rezultate të vërteta ose të largoheshe i turpëruar. Dhe Pali Miska prodhoi rezultate. Ai nuk e bëri këtë duke qenë i butë me punëtorët, ai e bëri duke qenë i pamëshirshëm me ata që nuk punonin, duke shpërblyer ata që të i kalonin normat, duke krijuar një sistem ku frika dhe shpresa ecnin krah për krah. Në drejtimin e tij, Fieri u bë një nga rrethet më produktive të vendit dhe emri i tij filloi të dëgjohej në korridoret e Komitetit Qendror. Por çfarë nuk dihej gjerësisht ishte se çfarë kushtoi kjo ngritje. Sa familje u shpërngulën sepse nuk përmbushën normat. Sa punëtor u akuzuan për sabotazh kur makineria e vjetër thjesht nuk funksiononte më. Sa raporte u shkruan në heshtje për ata që guxuan të ankohen për kushtet e punës. Dokumentet që u gjetën në atë valigje në blok përmendin shifra që kur nuk u bën publike, shifra që tregojnë se pas suksesit të Fierit kishte një kosto njerëzore që askush nuk donte ta pranonte. Por në atë kohë, askush nuk bënte pyetje. Në atë kohë, rezultatet ishin gjithçka dhe Pali Miska kishte rezultate që të bënin të shkëlqeje në sytë e Enver Hoxhës. Dhe kështu, në një mëngjes të ftohtë të vitit 1981, Pali Miska u thirr në Tiranë. Jo për një takim rutinë, jo për një raport tjetër, por për diçka më të madhe. Kur hyri në zyrën e Enver Hoxhës, ai e dinte se jeta e tij ishte gati të ndryshonte përgjithmonë. Por a e dinte ai se çfarë çmimi do të duhej të paguante për atë ndryshim? A e dinte ai se sa shpejt mund të kthehej fati në një sistem ku besimi ishte i përkohshëm dhe dyshimi ishte i përjetshëm? A mendoi ai ndonjëherë, ndërsa ulej në atë karrige të lartë, se një ditë do të gjendej i vetëm, i harruar, duke u përpjekur të kuptojë se ku shkoi gjithçka keq? Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të anëtarëve të byros politike pranon të flasë përpara kamerave. Ai nuk jep emrin e tij të plot, thot vetëm se thirrej shoku Agim dhe se puna e tij ishte të dinte gjithçka për ata që mbronin. Çfarë na tregon ai për javët e fundit të regjimit do të përmbys gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private midis Enver Hoxhës dhe anëtarëve të byros politike, te planet e dëshpëruara për të mbajtur kontrollin kur gjithçka po shkatërrohej, te momenti kur ata kuptuan se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pesull. Dhe ajo që ai thot për Pali Miskën është veçanërisht shqetësuese, sepse sipas tij, Miska ishte njeriu që dinte më shumë se çdo antar tjetër i byros politike për atë që po vinte, por që zgjodhi të heshtë deri në fund. Kur Pali Miska u emërua ministër i industrisë minerare dhe gjeologjisë, ai nuk ishte thjesht një emërim tjetër në një listë të gjatë emërimesh. Ai ishte zgjedhja e Enver Hoxhës për të shpëtuar një sektor që po fundosej. Miniera shqiptare ishin zemra e ekonomisë, kromi, bakri, nafta, qymyri, këto nuk ishin thjesht produkte, ishin mbijetesa e vendit në një botë që e kishte izoluar. Por në fillim të viteve 80, prodhimi po binte, aksidentet po shtoheshin, punëtorët po lodheshin nga premtimet boshe. Duhej dikush që të mund të fliste gjuhën e punëtorëve, por që të kishte edhe autoritetin për t'i detyruar ata të punonin përtej kufive të tyre fizik. Dhe Pali Miska ishte ai njeri. Ai filloi me një strategji të thjeshtë por brutale, rritje të normave dhe ulje të tolerancës për dështim. Çdo minier u vendos në mbikëqyrje të rrept, çdo brigadë u vlerësua jo sipas përpjekjes por sipas rezultatit, çdo punëtor që nuk arrinte normat u përball me pasoja që shkonin përtej humbjes së pagës. Por Miska nuk ishte budalla, ai e dinte se frika vetëm nuk mjaftonte. Ai krijoi edhe një sistem shpërblimesh që bënte që punëtorët më të mirë të jetonin ndjeshëm më mirë se të tjerët. Apartamente më të mira, aksesi në malla të ralla, pushime në Bregdet, këto nuk ishin dhurata, ishin mjete kontrolli. Dhe funksionuan. Për një kohë të shkurtër, prodhimi u rrit, raportet u bën më të ndritshme dhe Enver Hoxha e lavdëroi Pali Miskën si shembull të kuadrit të vërtet komunist. Por çfarë nuk thuhej në ato raporte ishte se çfarë po ndodhte nën sipërfaqe. Minierët po punonin në kushte që bëheshin gjithnjë e më të rrezikshme, makineria po prishet më shpejt se sa mund të riparohej dhe aksidentet që ndodhnin po fshiheshin nga statistikat zyrtare. Një dokument i rrjedhur nga arkivat e sigurimit të shtetit tregon se vetëm në vitin 1983 në miniera nën jurisdiksionin e Miskës ndodhen 37 aksidente serioze që nuk u raportuan kurrë publikisht. 37 familje që humbën burrat e tyre, etërit e tyre, djemt e tyre dhe që u detyruan të heshtën nën kërcënimin se çdo ankesë do të konsiderohej si propagandë kundër shtetit.
A e dinte Pali Miska për këto shifra? Sigurisht që e dinte. A e shqetësonte kjo? Dokumentet sugjerojnë se jo aq sa duhej. Ndërkohë, jeta e tij personale po ndryshonte në mënyra që shumica e shqiptarëve nuk mund t'i imagjinonin dot. Kur u bë antar i byros politike, ai dhe familja e tij u zhvendosën në blok, zonën ekskluzive të Tiranës ku jetonin vetëm elita e elitës. Këtu, rrugët ishin të pastra, drurët ishin të kujdesur dhe dyqanet kishin mallra që pjesa tjetër e vendit i shite vetëm në filma propagandistik. Apartamenti i Miskës nuk ishte i madh sipas standardeve perëndimore, por për Shqipërinë e asaj kohe ishte një pallall. 3 dhoma gjumi, një sallë pritjeje, një kuzhinë me pajisje të importuara dhe detaji që shumë ish banor të bllokut e përmendin me një buzëqeshje të hidhur, një frigorifer që ishte gjithmonë plot. Por sa kushtonte kjo jetë e privilegjuar? Le të bëjmë një krahasim që e bën realitetin më të qartë. Në vitin 1984, paga mesatare e një punëtori miniere ishte rreth 550 lekë në muaj. Me këtë pagë, ai mund të blinte bukë, pak perime dhe ndonjëherë, nëse ishte me fat, pak mish. Ndërkohë, vetëm për të mbajtur apartamentin e Pali Miskës të furnizuar me malla të importuara, kafe të vërtet, çokoladë zvicerane, visk skocez, cigare kubane, shpenzoheshin rreth 10.000 lekë në muaj. Kjo do të thotë se për të mbajtur një familje të byros politike të lumtur për një muaj, duheshin pagat e 18 punëtorëve minier që punonin në kushte që shpesh i kushtonin jetën. A e dinin punëtorët këtë? Jo zyrtarisht. Por thashëthe me qarkullonin dhe çdo thashëthe me e tillë ishte një farë e vogël dyshimi që një ditë do të mbinte. Dhe Pali Miska nuk ishte naiv, ai e dinte se privilegjet e tij ishin të brisht, se ato vareshin nga një njeri të vetëm, Enver Hoxha. Ai e kishte parë se çfarë ndodhte me ata që binin nga hiri i udhëheqësit, zhduken nga fotot, emrat e tyre bëhen tab, familjet e tyre shpërngulen në fshatrat më të largët. Prandaj ai ishte gjithmonë i kujdesshëm, gjithmonë i vëmendshëm, gjithmonë gati të bënte atë që kërkoi. Kur Hoxha kërkonte rritje të prodhimit, Miska gjente mënyra për të arritur atë, pavarësisht kostos. Kur Hoxha kërkonte besnikëri absolute, Miska e demonstronte atë, pavarësisht dyshimeve personale. Ai ishte mbijetuar kaq gjatë sepse kishte kuptuar rregullin themelor të sistemit. Në një diktaturë nuk mjafton të jesh i mirë në punën tënde, duhet të jesh i dobishëm për diktatorin. Por kishte diçka tjetër që e bënte Pali Miskën të veçantë, diçka që ish kolegët e tij e përmendin me një përzierje respekti dhe frike. Ai kishte një kujtesë të jashtëzakonshme për detaje. Ai mund të kujtonte shifrat e prodhimit nga 5 vjet më parë, mund të kujtonte se kush kishte thënë çfarë në një mbledhje të byros politike, mund të kujtonte se kush kishte qenë i pari që kishte dyshuar për një armik të popullit, që më vonë u arrestua. Kjo kujtesë e bënte atë të paçmueshëm për Hoxhën, por gjithashtu e bënte atë të rrezikshëm për të tjerët. Sepse nëse Miska e kujtonte gjithçka, atëherë ai dinte gjithçka. Dhe në një sistem ku dia ishte pushtet, kjo e bënte atë një nga njerëzit më të fuqishëm dhe më të frikësueshëm në vend. Por a e bënte kjo gjithashtu një shënjestër? A kishte dikush në byron politike që e shite Pali Miskën jo si një aleat, por si një kërcënim? A kishte dikush që po planifikonte, po priste, po shënonte çdo gabim të vogël që ai bënte? Dokumentet e atij valigjeje në blok sugjerojnë se po, se kishte të paktën një person që po mbante një dosjeje sekrete për Miskën, një dosjeje që përmbante jo vetëm arritjet e tij, por edhe dyshimet, gabimet dhe, më shqetësuese, lidhjet e tij me njerëz që më vonë u shpallën armiq të popullit. Kush e mbante atë dosjeje? Dhe çfarë planifikonte të bënte me të? Në 22 nëntor të vitit 1982, Pali Miska arriti në kulmin e karrierës së tij. Ai u emërua kryetari i Kuvendit Popullor të Republikës së Shqipërisë, një pozicion që, megjithse kryesisht ceremonial, e vendoste atë në krye të hierarkisë formale të shtetit. Ishte një nderim i madh, një shenjë e besimit të plot nga Enver Hoxha, një moment që çdo kuadër komunist ëndërronte. Por për ata që e njihnin mirë Pali Miskën, kishte diçka të çuditshme në këtë emërim. Ai ishte njeri i industrisë, njeri i rezultateve konkrete, njeri që preferonte fabrikat dhe minierat mbi sallat e mbledhjeve ceremoniale. Pse do ta largonte Hoxha nga një pozicion ku ai ishte vërtet i dobishëm dhe do ta vendoste në një pozicion që ishte kryesisht dekorativ? Disa ish antar të aparatit të Komitetit Qendror kanë një teori interesante. Ata thonë se në fillim të viteve 80, Enver Hoxha po bëhej gjithnjë më i sëmur dhe më paranojak.
Ai po fillonte të shite komplot kudo, po fillonte të dyshoj edhe për ata që I kishin shërbyer besnikërisht për dekada. Dhe Pali Miska, me kujtesën e tij të jashtëzakonshme dhe njohuritë e tij të thella për ekonominë, po bëhej shumë I fuqishëm. Ndoshta shumë I fuqishëm. Ndoshta emërimi në kuvendin popullor nuk ishte një ngritje, ishte një mënyrë elegante për ta larguar nga posti ku ai kishte pushtet të vërtetë. Ishte një mënyrë për ta mbajtur të lumtur dhe të nderuar, por pa aftësinë për të ndikuar në vendimet që vërtet kontrollonin vendin. Nëse kjo teori është e vërtetë, atëherë Pali Miska e kuptoi lojën që po luhej me të? A e pranoi ai këtë zhvendosje me buzëqeshje dhe falënderime, duke ditur se në të vërtetë po e hiqnin nga pushteti? Apo a besoi ai vërtet se kjo ishte një nderim I merituar? Ata që e njohën atë thonë se Miska ishte shumë I zgjuar për të mos e kuptuar atë që po ndodhte. Por ata thonë gjithashtu se ai ishte shumë I zgjuar për t'u ankuar. Ai e luajti rolin e tij të ri me të njëjtën përkushtim që kishte luajtur të gjitha rolet e tjera, me fjalime të zjarrta për partinë, me lavdërime për udhëheqësin, me buzëqeshje për kamerat. Por ata që e shihnin nga afër thonë se diçka kishte ndryshuar në sytë e tij. Kishte një lodhje të re atje, një kuptim se loja po afrohej në fund. Me një javë përpara vdekjes së Enver Hoxhës, udhëheqësi pati një takim sekret që nuk u shfaq në asnjë protokoll zyrtar. Një emisar I huaj u ul natën, kaloi një orë në zyrën presidenciale dhe u largua pa përshëndetur askën. Dëshmitarët thonë se pas asaj bisede, diktaturi doli nga zyra I bardhë si gëlqerja. Çfarë ju tha atë natë? Ju ofrua ai egzil apo ju lexua dënimi I vdekjes? Kush ishte ai njeri, një agent I KGB-s, një I dërguar I CIA-s apo dikush shumë më I fuqishëm? Dhe pse, në ditët që pasuan atë takim, Enver Hoxha thiri në zyrë një nga një antarët e byros politike, duke përfshirë Pali Miskën, për biseda private që asnjëri prej tyre nuk I ka zbuluar kurrë plotësisht. Ajo që dim është se në prill të vitit 1985, Enver Hoxha vdiq. Dhe me vdekjen e tij, filloi një periudhë pasigurie që do të tronditnin themelet e regjimit. Ramiz Alia, pasardhësi I zgjedhur, nuk kishte as karizmen as autoritetin e Hoxhës. Ai ishte një kompromis, një zgjedhje e sigurt, një njeri që të gjithë mendonin se mund ta kontrollonim. Por në muajt që pasuan, u bë e qartë se askush nuk e kontrollonte vërtet situatën. Ekonomia po fundosej më shpejt se kurrë, populli po bëhej gjithnjë më I pakënaqur dhe brenda byros politike po fillonin të shfaqeshin ndarje që më parë do të ishin të pamendueshme. Pali Miska, nga pozicioni I tij në kuvendin popullor, po shikonte gjithë këtë duke u zhvilluar. Ai nuk kishte më pushtetin për të ndikuar në vendime ekonomike, por ai kishte diçka tjetër, ai kishte perspektivën e dikujt që kishte qenë në qendër të sistemit dhe tani ishte në periferi të tij. Ai mund të shihte atë që të tjerët, të zhytur në luftrat e tyre të brendshme për pushtet, nuk mund ta shihnin, se sistemi nuk po dështonte për shkak të një politike të gabuar apo një udhëheqësi të dobët, po dështonte sepse ishte ndërtuar mbi themele të rreme që tani po coptoheshin. Por a foli ai për këtë? A paralajmëroi ai kolegët e tij se rruga që po ndiqnin çonte në katastrofë? Dokumentet publike nuk tregojnë asgjë të tillë. Në fjalime zyrtare, Pali Miska vazhdoi të fliste për fitoren e pashmangshme të socializmit, për besnikërinë ndaj partisë, për të ardhmen e ndritshme që po ndërtohej. Por ato dokumente private që u gjetën në atë valigje tregojnë një histori tjetër. Aty, në shënime të shkruara me dorë që duken se janë bërë në orët e vona të natës, ka dyshime, ka pyetje, ka frikë. A mund të vazhdojmë kështu? Shkruan ai në një shënim të datuar në shtator të vitit 1986. Apo e shohim atë që po vjen, apo po bëjmë sikur nuk po ndodh asgjë? Këto pyetje nuk u bën kurrë publike. Këto dyshime nuk u shprehen kurrë në mbledhjet e byros politike. Pali Miska vazhdoi të luante rolin e tij, të buzëqeshte për kamerat, të mbante fjalime që tingëllonin sikur vinin nga një njeri që besonte plotësisht në atë që thoshte. Por ata që e njihnin mirë thonë se diçka kishte ndryshuar. Ai po bëhej më I heshtur në bisedat private, më I kujdesshëm me fjalët e tij, më I largët edhe nga ata që dikur I konsideronte miq. Ishte sikur ai po ndërtonte mure rreth vetes, po përgatitej për diçka që e dinte se po vinte por që nuk mund ta ndalonte. Dhe pastaj erdhi 11 shkurti I vitit 1987, dita kur Pali Miska u largua nga pozicioni I kryetarit të kuvendit popullor. Zyrtarisht, ishte një rotacion normal I kadrove. Zyrtarisht, ai po lirohej për të marrë përsipër detyra të tjera të rëndësishme. Por askush nuk e besoi këtë.
Të gjithë e dinin se kur largoheshe nga një pozicion i lartë në Shqipërinë komuniste pa u emëruar menjëherë në një tjetër, kjo nënkuptonte vetëm një gjë, ti ishe në rrugën për poshtë. Jo domosdoshmërisht në rrugën drejt burgut apo ekzekutimit, ato ditë kishin kaluar, të paktën për anëtarët e byros politike. Por në rrugën drejt harresës, drejt bërjes së padomosdoshëm, drejt jetesës së viteve të tua të fundit duke ditur se gjithçka që ke ndërtuar po shkatërohet dhe ti nuk ke më asnjë fuqi për ta ndaluar. A e pa Pali Miska këtë duke ardhur? A u përpoq ai të luftoj, të negocioj, të gjej aleat që mund ta mbronin? Apo a e pranoi ai fatin e tij me atë disiplinë të hekur që e kishte shërbyer kaq mirë gjatë gjithë karrierës së tij? Ata që ishin atje thonë se kur ai doli nga mbledhja ku ju njoftua vendimi, fytyra e tij nuk tregonte asgjë. As zemërim, as trishtim, as befasi. Vetëm një lloj lodhje e thellë, sikur një bar e rëndë që kishte mbajtur për dekada më në fund po hiqej, por jo në mënyrën që ai kishte shpresuar. Dhe kështu, në moshën 56 vjeç, Pali Miska, njeriu që kishte qenë ministër i industrisë, antar i byros politike, kryetar i Kuvendit Popullor, u bë thjesht një ish zyrtar. Ai ende jetonte në blok, ende kishte privilegje që shumica e shqiptarëve nuk mund t'i ëndërronin, ende përshëndetet me respekt kur ecte në rrugë. Por ai e dinte, dhe të gjithë e dinin, se pushteti i tij kishte mbaruar. Tani ai ishte vetëm një dëshmitar i asaj që po vinte, një dëshmitar që kishte parë gjithçka, që dinte gjithçka, por që nuk kishte më zërin për të folur. Por çfarë mendonte ai në ato vite të fundit? Çfarë i thoshte ai vetes kur shikonte lajmet dhe shihte sistemin që ai kishte ndihmuar ta ndërtojë duke u coptuar? A ndjente ai pendim për vendimet që kishte marrë, për njerëzit që kishte sakrifikuar, për gënjeshtrat që kishte thënë? Apo a besonte ai ende se gjithçka që kishte bërë kishte qenë e nevojshme, se nuk kishte pasur zgjedhje tjetër, se në fund të fundit ai kishte qenë vetëm një rob në një makinë që askush nuk mund ta ndalonte? Këto janë pyetje që nuk do të kenë kurrë përgjigje. Pali Miska vdiq në vitin 2008 në heshtje, larg vëmendjes publike. Nuk pati ceremoni shtetërore, nuk pati fjalime lavdëruese, nuk pati as nekrologje të gjata në gazeta. Ai thjesht u zhduk, sikurse kishin zhdukur kaq shumë të tjerë përpara tij. Por historia e tij mbetet një histori për një njeri që u ngjit nga hiçi në majat më të larta të pushtetit, që jetoi në luks ndërsa populli vuante, që dinte shumë por foli pak, që mbijetoi kaq gjatë sepse kuptoi rregullat e lojës, por që në fund humbi gjithçka sepse loja vetë mbaroi. A ishte ai një hero apo një villajn? A ishte ai një viktimë e sistemit apo një arkitekt i tij? A meriton ai të kujtohet me respekt për atë që ndërtoi apo me zemërim për atë që lejoi të ndodhte? Këto janë pyetje që çdo shqiptar duhet t'i bëjë vetes, sepse historia e Pali Miskës nuk është vetëm historia e një njeriu, është historia e një vendi, e një sistemi, e një kohe që formoi atë që jemi sot. Deri në çastin e fundit besova se do të shpëtonim, thot një ish oficer i gardës personale të anëtarëve të byros politike, duart ende duke i rënë në dridhe pas 35 vjetësh. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Këtë mbrëmje, 3 ish anëtar të rrethit të brendshëm të sigurimit të shtetit flasin për herë të parë për sekretet që i kanë mbajtur për dekada të tëra. Zbulimi i tyre do të ndryshojë gjithçka që mendoni se dini për ditët e fundit të regjimit. Dhe ajo që ata tregojnë për Pali Miskën është veçanërisht shqetësuese, sepse sipas tyre, Miska ishte njeriu që dinte më shumë se çdo antar tjetër i byros politike për atë që po vinte, por që zgjodhi të heshtë deri në fund. Ai mbante një ditar, thot njëri prej tyre, zëri duke ju thyer. Një ditar ku shkruante gjithçka. Çdo mbledhje, çdo bisedë private, çdo dyshim. Ne e dinim për atë ditar sepse puna jon ishte ta dinim gjithçka. Por askush nuk guxoi kur ta lexonte. Sepse nëse Miska vendoste ta hapte atë ditar, shumë njerëz të fuqishëm do të binin. Dhe ai e dinte këtë. Ai e përdorte këtë si mburoj. Por në fund, as ai ditar nuk e shpëtoi. Në vitet pas largimit nga Kuvendi Popullor, Pali Miska u bë një figurë e çuditshme në peizazhin politik shqiptar. Ai ende jetonte në blok, ende shihej në ceremoni zyrtare, ende përshëndetet me respekt nga ata që e njihnin. Por ai nuk kishte më asnjë pozicion real pushteti. Ai ishte bërë ajo që në gjuhën e brendshme të aparatit quhej kuadër në rezervë, një term që tingëllonte neutral, por që të gjithë e kuptonin se çfarë nënkuptonte. Dikush që dikur kishte qenë i rëndësishëm, por që tani mbahej vetëm për arsye protokollare.
Dikush që mund të thirrej nëse kishte nevojë për të mbushur një vend në një ceremoni, por që nuk do të pyetej kurrë për mendimin e tij në çështje të rëndësishme. Por Pali Miska nuk ishte tipi i njeriut që të ulej thjesht dhe të priste fundin. Ata që e shihnin atë në ato vite thonë se ai kishte filluar të bënte diçka që askush nuk e kishte pritur, ai kishte filluar të shkruante. Jo për publikim, sigurisht, askush në pozicionin e tij nuk do të ishte kaq i marrë sa të përpiqej të botonte kujtime apo analiza. Por ai shkruante për veten e tij, duke mbajtur shënime të hollësishme për atë që po shihte duke ndodhur rreth tij. Një ishfqin në blog kujton se shpesh e shihte Pali Miskën duke ecur në oborin e vogël të ndërtesës së tij, duart pas shpine, buzët duke lëvizur sikur po fliste me veten. Ai dukej sikur po debatonte me dikë të padukshëm, thot ky njeri. Sikur po përpiqej të bind dikë për diçka. Ose ndoshta po përpiqej të bind veten. Çfarë shkruante ai në ato ditar? Çfarë mendimesh, çfarë dyshimesh, çfarë pendimesh i besonte ai atyre faqeve që askush tjetër nuk do t'i lexonte? Një pjesë e vogël e këtyre shënimeve u gjet në atë valixhe të famshme në blog, dhe ajo që zbulojnë është një portret i një njeriu në luftë me veten e tij. Në një shënim të datuar në mars të vitit 1988, ai shkruan: "Sot kalova pranë fabrikës së vjetër të çelikut në Elbasan. Oxhaqet nuk nxjerrin më tym. Punëtorët qëndrojnë jashtë portave duke pritur paga që nuk vijnë. Dikush më pa dhe më bëri me dorë. Nuk e di nëse ishte përshëndetje apo akuzë. Ndoshta të dyja." Në një tjetër shënim, disa muaj më vonë, Elena më tha sot se në dyqan nuk kishte gjë përveç bukës dhe vajit. Ajo nuk u ankua, ajo nuk ankohet kurrë. Por pash në sytë e saj atë që nuk donte të thoshte: "Ne jetuam mirë ndërsa të tjerët vuajtën. Dhe tani që gjithçka po bie, çfarë kemi ndërtuar ne që do të mbetet?" Këto nuk janë fjalët e një njeriu që beson ende plotësisht në sistemin që shërbeu. Këto janë fjalët e një njeriu që po fillon të kuptoj se gjithçka që ai mendonte se ishte e vërtetë ndoshta ishte vetëm një iluzion i ndërtuar mbi frikë dhe gënjeshtra. Por edhe në këto momente dyshimi, Pali Miska nuk shkoi kurrë aq larg sa të mohonte plotësisht atë që kishte bërë. Në të njëjtin ditar, vetëm disa faqe më vonë, ai shkruan: "Por çfarë zgjedhjeje kishim? Vendi ishte i rrethuar nga armiq. Populli kishte nevojë për disiplinë, për drejtim, për forcë. Po, u bën gabime. Po, u vuaj. Por alternativa do të kishte qenë kaosi, pushtimi, shkatërrimi i plotë. Ne bëm atë që menduam se ishte e nevojshme. Historia do të gjykojë nëse kishim të drejtë. Historia, sigurisht, tashmë ka filluar të gjykojë. Por gjykimi nuk është aq i thjeshtë sa disa do të donin ta besonin." Pali Miska nuk ishte një monster, ai nuk urdhëroi ekzekutime masive, nuk ndërtoi kampe përqendrimi, nuk torturoi njerëz me duart e tij. Por ai ishte pjesë e një sistemi që bëri të gjitha këto gjëra, dhe ai e dinte këtë. Ai nuk ishte një hero, ai nuk u ngrit kurrë kundër padrejtësive që shihte, nuk foli kurrë për ata që vuajtën, nuk rrezikoi kurrë pozicionin e tij për të mbrojtur të pafajshmin. Por ai as nuk ishte thjesht një oportunist i ftohtë. Shënimet e tij tregojnë një njeri që luftonte me ndërgjegjen e tij, që pyeste veten nëse ajo që kishte bërë kishte vlerë, që kërkonte kuptim në një botë që po bëhej gjithnjë e më pak e kuptueshme. Ndërkohë, bota jashtë mureve të bllokut po ndryshonte me një shpejtësi që askush nuk e kishte parashikuar. Në vitin 1989, muri i Berlinit ra. Regjime komuniste që kishin duket të pathyeshme për dekada po binin njëri pas tjetrit si gure domino. Në Rumani, Nicolae Ceaușescu, dikur një aleat i ngushtë i Shqipërisë, u ekzekutua së bashku me gruan e tij në ditën e Krishtlindjes. Në Shqipëri, njerëzit po fillonin të flasin me zë të lartë për gjëra që më parë do t'i kishin thënë vetëm në shëshje. Studentët po organizoheshin, punëtorët po kërkoheshin, edhe brenda partisë së punës po fillonin të dëgjoheshin zëra që kërkonin reforma. Pali Miska po shikonte gjithë këtë nga dritarja e apartamentit të tij në blok. Ai nuk ishte më në pozicion për të ndikuar në ngjarje, por ai ende kishte lidhje, ende dëgjonte gjëra që nuk thuheshin publikisht, ende e ftoheshin në takime jo zyrtare ku ish anëtarët e elitës diskutonin se çfarë do të ndodhte më pas. Në një nga këto takime, në fillim të vitit 1990, dikush i bëri atij një pyetje që e bëri të ngrinte. "Shoku Pali," tha ky njeri, një ish-ministër tjetër që gjithashtu kishte rënë nga hiri, "ti që e njeh industrinë më mirë se kushto, trego na, a ka shpresë? A mund të shpëtojmë ekonominë?
A mund të ruajmë të paktën diçka nga ajo që ndërtuam? Ata që ishin atje thonë se Pali Miska heshti për një kohë të gjatë përpara se të përgjigjej. Pastaj, me një zë që ishte pothuajse një përshpëritje, ai tha, ekonomia është e vdekur. Ajo vdiq vite më parë, ne thjesht nuk donim ta pranim. Fabrikat janë të vjetëruara, makineria është e prishur, punëtorët janë të lodhur dhe të shgënjur. Nuk ka para për të investuar, nuk ka treg për produktet tona, nuk ka shpresë për përmirësim pa ndryshime themelore. Dhe ndryshimet themelore do të thotë pranimin se gjithçka që kemi bërë për 50 vjet ishte e gabuar. Sa prej nesh janë gati ta pranojnë këtë? Heshtja që pasoi këtë deklarat ishte aq e rëndë sa disa nga të pranishmit thanë se ndiheshin sikur po mbyti. Por nëse Pali Miska kishte humbur besimin në sistemin ekonomik që kishte ndihmuar ta ndërtoj, ai nuk e kishte humbur ende krejtësisht besimin në idenë që qëndronte pas tij. Në shënimet e tij private nga ajo periudhë, ai shkruan për dallimin midis idealit dhe zbatimit, midis asaj që socializma duhej të ishte dhe asaj që ajo u bë në Shqipëri. Ne e morëm një ide të bukur, shkruan ai, dhe e kthyem në një burg. Ne premtuam barazi dhe krijuam një sistem ku disa jetonin si mbretër dhe shumica si sklever. Ne premtuam liri nga shfrytëzimi dhe krijuam llojin më të keq të shfrytëzimit, atë që bëhet në emër të së mirës së përbashkët. Por a ishte fajit e ideja, apo të ne që e zbatuan atë? Kjo pyetje, a ishte fajit e ideja apo të njerëzit, është një pyetje që shumë ish komunist e bën vetes në ato vite. Dhe përgjigjet e tyre zbulojnë shumë për karakterin e tyre. Disa thanë se ideja ishte e përsosur por njerëzit ishin të dobët. Të tjerë thanë se ideja vet ishte e gabuar dhe se asnjë zbatim i saj nuk mund të kishte funksionuar. Pali Miska dukej se ishte diku në mes, ai besonte se ideja kishte merita, por se mënyra se si u zbatua në Shqipëri ishte fatkeqësisht e gabuar. Por edhe ky pozicion i moderuar nuk e shpëtoi nga pyetja që e mundonte. Nëse ai e dinte se zbatimi ishte i gabuar, pse nuk foli? Pse nuk u përpoq ta ndryshonte? Pse zgjodhi karrierën dhe sigurinë mbi ndërgjegjen? Përgjigja, natyrisht, është e thjeshtë dhe e tmerrshme, sepse çdo njeri që u përpoq ta ndryshonte sistemin nga brenda përfundoi i shkatëruar. Pali Miska e kishte parë këtë duke ndodhur shumë herë. Ai kishte parë kolegë që kishin sugjeruar reforma të vogla të akuzuar për revizionizëm. Ai kishte parë miq që kishin shprehur dyshime private të denoncuar dhe të arrestuar. Ai kishte mësuar se në një diktaturë, mbijetesa varet nga heshtja, nga konformizmi, nga aftësia për të shtypur çdo impuls për të thënë të vërtetën. Dhe ai kishte zgjedhur të mbijetojë. A e bën kjo atë një njeri të keq? Apo thjesht një njeri njerëzor, me të gjitha dobësitë dhe frikërat që vijnë me natyrën njerëzore? Por kishte diçka tjetër që po ndodhte në ato vite, diçka që Pali Miska nuk e kishte pritur dhe që e shqetësoi thellësisht. Ai po bëhej i harruar. Brezi i ri i shqiptarëve, ata që kishin lindur në vitet 70 dhe 80, nuk e njihnin emrin e tij. Për ta, ai ishte thjesht një plak tjetër që jetonte në blok, një relikt i një kohe që ata donin ta harronin. Edhe ata që e njihnin emrin e tij nuk e lidhen më me industrinë, me fabrikat, me vitet kur Shqipëria prodhonte çelik dhe krom dhe naftë. Ata e lidhen atë me dështimin, me rënien, me fundin e një epoke që kishte premtuar kaq shumë dhe kishte dhënë kaq pak. Kjo harres ishte më e dhimbshme për Pali Miskën se çdo akuzë mund të kishte qenë. Ai kishte kaluar gjithë jetën duke punuar, duke u përpjekur, duke besuar se po ndërtonte diçka që do të zgjaste, diçka që do të kujtohej. Dhe tani, në vitet e tij të fundit, ai po kuptonte se gjithçka që kishte ndërtuar po zhduket pa lënë gjurmë. Fabrikat që ai kishte mbikëqyrur po mbylleshin. Minierat që ai kishte modernizuar po braktiseshin. Sistemet që ai kishte krijuar po shkatërroheshin. Dhe emri i tij, emri që dikur kishte shkaktuar respekt dhe frikë, po bëhej vetëm një shënim në fund të faqes në librat e historisë. Në një nga shënimet e tij të fundit, të datuar në vitin 1998, Pali Miska shkruan diçka që është njëkohësisht trishtuese dhe zbuluese. Sot një djalë i ri më ndaloi në rrugë dhe më pyeti nëse e dija ku ishte zyra e postës. Ai nuk më njihte. Ai nuk kishte ide se kush isha. Dhe kur ja thash, ai thjesht më falenderoi dhe u largua. Asnjë shkëndij njohje, asnjë shenjë respekti, asnjë gjë. Dhe kuptova se kjo është fundi i vërtet, jo kur vdes, por kur bëhesh i parëndësishëm për ata që vijnë pas teje. Kam jetuar për të ndërtuar një të ardhme, dhe e ardhmja nuk kujton as emrin tim. A ishte kjo e drejtë?
A meritonte Pali Miska të kujtohej, apo ishte haresa e tij një lloj drejtësie poetike për një njeri që kishte shërbyer një sistem që shkaktoi kaq shumë vuajtje? Këto janë pyetje që çdo lexues duhet t'i bëjë vetes. Por ajo që nuk mund të mohohet është se historia e Pali Miskës është një histori njerëzore, historia e një njeriu që u ngrit nga varfëria në pushtet, që jetoi në luks ndërsa të tjerët vuajtën, që besoi në një ide që në fund e tradhtoi atë, që u përpoq të ndërtoi diçka të qëndrueshme dhe pa gjithçka duke u coptuar në duart e tij. Pak njerëz e dinë se shoku suprem, ateist i bindur në publik, dridhej përpara mallkimeve dhe parashikimeve. Në arkivat personale të një ish antari të byros politike u gjet një shënim për një vizitë sekrete të një fallxhore nga malet e Mokrës, vetëm një vit përpara se gjithçka të fillonte të shkatërrohej. Çfarë i tha ajo grua? Pse diktaturi filloi papritur të ndryshonte gardën e tij personale pas asaj vizite? Sot zbulojmë fytyrën mistike dhe paranoike të regjimit, një fytyrë që shumë pak njerëz e kanë parë dhe që shpjegon shumë nga vendimet e çuditshme që u morën në vitet e fundit. Dhe Pali Miska, sipas disa burimeve, ishte një nga pak njerëzit që e dinte për këtë anë të fshehtë të pushtetit, sepse ai vetë, në vitet e tij të fundit, filloi të kërkojë përgjigje në vende ku logjika dhe shkenca nuk mund t'i jepnin. Kjo mund të tingëllojë e çuditshme për një njeri që kishte kaluar gjithë jetën duke punuar me shifra, me plane 5-vjeçare, me raporte prodhimi. Por ata që e njihnin Pali Miskën në vitet e tij të fundit thonë se ai kishte filluar të ndryshonte në mënyra të pazakonta. Ai që dikur kishte qenë kaq i sigurt, kaq i vendosur, kaq i fokusuar në realitetin konkret, tani po fillonte të fliste për gjëra që nuk mund të matoheshin apo të provoheshin. Ai po fillonte të besoj se kishte forca në punë që shkenca nuk mund t'i shpjegonte, se historia nuk lëvizte vetëm sipas ligjeve ekonomike dhe politike, se kishte një dimension tjetër të realitetit që ai kishte injoruar për shumë kohë. Një ish fqin në blog kujton një bisedë të çuditshme që pati me Pali Miskën në verën e vitit 1990. Ai më tha se kishte filluar të shihte ëndra, thot ky njeri. Ëndra ku njerëz që kishin vdekur vite më parë i flisnin atij. Punëtorë që kishin vdekur në aksidente në miniera, inxhinierë që ishin arrestuar dhe kishin zhdukur, kolegë që kishin rënë nga hiri dhe kishin përfunduar në kampe pune. Ai tha se në këto ëndra, ata nuk e akuzonin, ata thjesht e shikonin, në heshtje, me sy që dinin gjithçka. Dhe kur zgjohej, ai nuk mund të harronte ato sy. Kur ky fqinj i sugjeroi se këto ishin thjesht pasojë e stresit dhe moshës, Pali Miska tundi kokën. Jo, tha ai. Këto nuk janë thjesht ëndra. Këto janë mesazhe. Dikush po përpiqet të më tregojë diçka. Kjo mund të tingëllojë si fillimi i një sëmundjeje mendore, dhe ndoshta ishte. Por ajo që e bën këtë histori më interesante është se Pali Miska nuk ishte i vetmi antari i elitës që po përjetonte gjëra të tilla. Disa të tjerë, njerëz që kishin qenë në pozicione të larta gjatë regjimit, gjithashtu raportuan ëndra të çuditshme, ndjenja të pazakonta, përvojë që nuk mund t'i shpjegonin. Një ish ministër tregon se filloi të dëgjonte zëra në shtëpinë e tij, zëra që i thërrisnin emrin, që i flisnin në gjuhë që ai nuk e kuptonte, që e zgjuan në mes të natës me zemrën duke i rrahur si e çmendur. Një tjetër tregon se filloi të shihte hije në cepat e syve të tij, figura që zhduken kur ai kthente kokën, por që ishin mjaft të qarta për ta bërë atë të dyshojë në shëndetin mendor të tij. A ishin këto thjesht shenja të fajsisë që po i gërryen nga brenda? A ishin ato manifestime të stresit post-traumatik nga vite jetese nën presion të vazhdueshëm? Apo, dhe kjo është pyetja që disa guxojnë ta bëjnë, a kishte diçka më të thellë në punë, diçka që shkenca moderne nuk e kupton ende plotësisht? Pali Miska vetë dukej se po prirte drejt kësaj interpretimi të fundit. Në shënimet e tij private, ai fillon të shkruajë për borxhe që duhet të paguen, për drejtësi që vjen nga përtej kufive të kësaj bote, për gjykimin që nuk mund të shmanget edhe kur gjykatat njerëzore heshtën. Por çfarë e çoi një njeri kaq racional, kaq të fokusuar në realitetin material, të fillojë të besojë në gjëra të tilla? Një teori interesante vjen nga një psikolog që ka studiuar sjelljen e ish-zyrtarëve të regjimeve totalitare. Sipas tij, kur njerëzit që kanë jetuar gjithë jetën e tyre në një sistem ku gjithçka ishte e kontrolluar, ku çdo aspekt i realitetit ishte i planifikuar dhe i menaxhuar, papritur gjenden në një botë ku ai kontroll është humbur. Ata shpesh kërkojnë shpjegime alternative për atë që po ndodh. Ata nuk mund të pranojnë se gjithçka që ndodh është thjesht kaos, thjesht pasojë e forcave historike që askush nuk i kontrollon. Ata kanë nevojë të besojnë se ka një rend, një kuptim, një drejtësi, edhe nëse ajo drejtësi vjen nga një dimension që ata nuk e kuptojnë.
Pali Miska, sipas kësaj teorie, po kërkonte kuptim në një botë që kishte humbur çdo kuptim për të. Ai kishte besuar se po ndërtonte një të ardhme të ndritshme, dhe tani po shihte se e ardhmja ishte e errët. Ai kishte besuar se po shërbente popullin, dhe tani po kuptonte se populli e urrente atë dhe gjithçka që ai përfaqësonte. Ai kishte besuar se historia do ta kujtonte si një hero, dhe tani po bëhej i qartë se historia, nëse do ta kujtonte fare, do ta kujtonte si një bashkëpunëtor të një sistemi mizor. Kjo realizim ishte kaq e dhimbshme, kaq e padurueshme, sa ai kishte nevojë të besonte se kishte një dimension tjetër të realitetit ku gjërat kishin kuptim, ku drejtësia ekzistonte, ku veprimet e tij do të gjykoheshin jo nga njerëzit, por nga një forcë më e lartë. Por ai gjeti ai ngushëllim në këtë besim? Shënimet e tij sugjerojnë se jo. Nëse diçka, ato sugjerojnë se ky besim e bëri edhe më të shqetësuar. Sepse nëse ka një drejtësi hyjnore, nëse ka një gjykim që vjen nga përtej kësaj bote, atëherë ai nuk mund të shpëtojë thjesht duke mbijetuar fizikisht. Ai do të duhet të përballet me atë që ka bërë, me vendimet që ka marrë, me njerëzit që ka lënë të vuajnë. Dhe kjo perspektivë e mbushte atë me një frikë që ishte më e thellë se çdo frikë që kishte ndjerë gjatë viteve të pushtetit. Në një shënim veçanërisht shqetësues, të datuar në dhjetor të vitit 1999, Pali Miska shkruan: "Nata e kaluar pash përsëri atë punëtor, atë që vdiq në vitin 1983 kur tuneli u shem. Ai qëndronte në fund të dhomës duke më shikuar. Nuk tha asgjë, por nuk kishte nevojë. Unë e di çfarë do të më pyeste nëse mund të fliste. Pse? Pse nuk e ndalet punën kur inxhinierët paralajmëruan se tuneli nuk ishte i sigurt? Pse urdhërove që puna të vazhdonte sepse plani 5 vjeçar duhej të përmbushej? Pse jeta ime vlente më pak se një shifër në një raport? Dhe unë nuk kam përgjigje. Ose më mirë, kam një përgjigje, por është një përgjigje që më turpëron, sepse kështu funksiononte sistemi. Sepse nëse nuk përmbushja planin, do të isha unë ai që do të vuante. Sepse mbijetesa ime ishte më e rëndësishme se jeta e tij. Dhe tani, duke e parë atë duke më shikuar me ato sy të vdekur, kuptoj se kjo përgjigje nuk mjafton. Nuk do të mjaftoj kurrë." Ky shënim zbulon diçka thelbësore për gjendjen mendore të Pali Miskës në vitet e tij të fundit. Ai nuk po përpiqej të justifikonte veprimet e tij, ai po përpiqej të kuptonte se si kishte arritur të bënte gjëra që tani e bënin të ndihej i tmerruar. Ai po përpiqej të pajtohej me faktin se ai, një njeri që nuk e konsideronte veten të keq, që kishte dashur familjen e tij, që kishte pasur miq dhe hobi dhe ëndra, kishte qenë pjesë e një sistemi që kishte shkaktuar vuajtje të tmerrshme. Dhe ai po zbulonte se kjo pajtim ishte pothuajse e pamundur. Por kishte edhe një dimension tjetër të kësaj krizë shpirtërore, një dimension që lidhet me atë që po ndodhte në Shqipëri në atë kohë. Në fillim të viteve 90, vendi po kalonte nëpër ndryshime të shpejta dhe kaotike. Sistemi komunist po shkatërrohej, por asgjë e qartë nuk po vinte në vendin e tij. Njerëzit po largoheshin me mira, ekonomia po fundosej edhe më shpejt se më parë, dhuna po shtohej në rrugë. Dhe për dikë si Pali Miska, dikush që kishte kaluar gjithë jetën duke besuar në rend, në plan, në kontroll, ky kaos ishte i padurueshëm. Ai filloi të shohë paralele midis asaj që po ndodhte në Shqipëri dhe asaj që po ndodhte në mendjen e tij. Ashtu si vendi po coptohej, ashtu edhe identiteti i tij po coptohej. Ashtu si njerëzit po humbisnin besimin në gjithçka që kishin besuar më parë, ashtu edhe ai po humbiste besimin në narrativën që kishte ndërtuar për jetën e tij. Ashtu si ardhmja e vendit ishte e pasigurt dhe e frikshme, ashtu edhe ardhmja e tij, edhe nëse do të jetonte vetëm disa vite të tjera, ishte e mbushur me pasiguri dhe frikë. Dhe në mes të gjithë këtij kaosi, Pali Miska filloi të bëjë diçka që askush nuk e kishte pritur, ai filloi të kërkonte falje. Jo publikisht, sigurisht, ai nuk ishte kaq i guximshëm ose kaq i dëshpëruar. Por privatisht, në mënyra të vogla që vetëm ata që ishin shumë afër tij i vunë re. Një ish koleg kujton se Pali Miska e kontaktoi në telefon dhe, pas një bisede të shkurtër për gjëra të parëndësishme, pa pritur tha: "Më vjen keq për atë që ndodhi me vëllain tënd." Unë dija se ai nuk ishte fajtor, por nuk fola. "Më vjen keq." Pastaj mbylli telefonin përpara se tjetri të mund të përgjigjej. Një tjetër person, një grua që kishte qenë sekretare në ministrinë ku Miska kishte punuar, tregon se ai e ndaloi në rrugë një ditë dhe i tha: "Ti ishe gjithmonë e sjellshme me mua, edhe kur të tjerët nuk ishin. Doja të falënderoja për këtë."
Dhe doja të them se nëse ndonjëherë kam qenë jashpër me ty, nuk ishte sepse nuk të respektoja. Ishte sepse kështu duhej të sillesha për të mbijetuar. Gruaja tha se pali Miska dukej sikur donte të thoshte diçka më shumë, por pastaj thjesht tundi kokën dhe u largua. Këto ishin momente të vogla, gjestet e pamjaftueshme të një njeriu që po përpiqej të pastronte ndërgjegjen e tij përpara se të ishte shumë vonë. Por a ishin ato të mjaftueshme? A mund të fshihen dekada vendimesh që shkaktuan vuajtje me disa fjalë falje të thëna në heshtje? Pali Miska vetë dukej se e dinte përgjigjen. Në një nga shënimet e tij të fundit, ai shkruan: "Falja nuk shlyej borxhin. Ajo vetëm e pranon atë." Dhe pranimi, megjithse i dhimbshëm, është fillimi i vetëm i mundshëm i shërimit. Por shërimi vjen shumë vonë për mua. Gjithçka që mund të bëj tani është të pranoj se kam qenë pjesë e diçkaje të tmerrshme dhe të shpresoj se ata që vijnë pas meje do të mësojnë nga gabimet tona. A mësuan ata? A mësoi Shqipëria nga vitet e errëta të diktaturës? A mësuan njerëzit që jetonin nën atë sistem se çfarë ndodh kur pushtetit i lejohet të bëhet absolut, kur frika zëvendëson drejtësinë, kur ideologjia bëhet më e rëndësishme se njerëzit? Këto janë pyetje që çdo shqiptar duhet t'i bëjë vetes, sepse historia nuk është vetëm për të kaluarën, është edhe për të tashmen dhe të ardhmen. Dhe historia e Pali Miskës, një njeri që u ngrit nga hiçi në majat më të larta të pushtetit, që jetoi në luks ndërsa të tjerët vuajtën, që besoi në një ide që në fund e tradhtoi atë, që përfundoi jetën duke u përpjekur të kuptonte se si kishte arritur të bëjë gjëra që tani e bënin të ndihej i tmerruar, është një histori që duhet të na bëjë të mendojmë thellë për natyrën e pushtetit, të besnikërisë, të ndërgjegjes, dhe të çmimit që paguajmë kur zgjedhim mbijetesën mbi të vërtetën. Imagjinoni se jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Pali Miskën, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehur nën Tiranë. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ose të shpëtoni jetën tuaj. Në dhjetor të vitit 1990, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Çfarë i detyroi t'i tradhtojnë shefit të tyre suprem? Ata ishin grupi i brendshëm, një rreth kaq i ngushtë sa edhe brenda byros politike shumë nuk e dinin se ekzistonte. Ata ishin ata që organizonin takimet e fshehta, që transportonin dokumentet që nuk duhej të ekzistonin, që dinin se ku ishin të fshehura rezervat e arit, se cilat familje do të evakuoheshin të parat nëse vinte kriza. Dhe Pali Miska ishte një nga pak antarët e byros politike që kishte akses të plot te ky grup, sepse ai ishte njeriu që dinte se si funksiononte vërtet makina e shtetit, jo vetëm si dukej në letra. Por në muajt e fundit të vitit 1990, diçka ndryshoi. Antarët e grupit të brendshëm filluan të takohen pa Miskën. Filluan të flasin në kode që ai nuk i kuptonte më. Filluan të shmangin sytë e tij kur ai hynte në dhomë. A e kuptoi ai se po planifikoi diçka? A e dinte ai se besnikëria që ai kishte dhënë për dekada po kthehej kundër tij? Në fillim të vitit 1990, trupi i Pali Miskës filloi të tregonte shenjat e asaj që mendja e tij kishte vuajtur për vite. Ai që dikur kishte qenë një njeri i fortë, i aftë të punonte orë të gjata pa u lodhur, tani po bëhej gjithnjë e më i dobët. Duart i dridheshin kur mbante filxhanin e kafes. Këmbët i lodhen pas vetëm disa minutash ecje. Zëri i tij, dikur kaq i qartë dhe autoritar, tani shpesh thyet në mes të fjalisë. Mjeku i tij personal, një njeri që kishte shërbyer elitën e bllokut për 30 vjet, e shite këtë duke ndodhur dhe e dinte se çfarë ishte, jo thjesht plakja normale, por diçka më e thellë. Shkatërimi që vjen kur trupi nuk mund të mbajë më peshën e asaj që mendja ka përjetuar. Por çfarë ishte më shqetësuese për ata që e njihnin Pali Miskën nuk ishin simptomat fizike, ishin ndryshimet në sjelljen e tij. Ai që dikur kishte qenë kaq i kujdesshëm me fjalët e tij, kaq i kontrolluar në çdo gjest, tani po fillonte të humbas atë kontroll. Në një darkë private me disa ish kolegë, ai papritur filloi të flasë për gjëra që askush nuk i kishte dëgjuar prej tij më parë. Ai foli për frikën që kishte ndjerë çdo ditë gjatë viteve në pushtet, frikën se dikush po planifikonte kundër tij, se çdo bisedë po regjistrohej, se çdo gabim i vogël mund të ishte fundi i tij. Ai foli për netët kur nuk mund të flinte, duke u shtrirë në errësirë, duke dëgjuar çdo zhurmë të vogël, duke u pyetur nëse kjo ishte nata kur do të vinin ta merrnin.
Ai foli për pilulat që kishte filluar të merrte, jo vetëm për presionin e gjakut apo për dhimbjet e kokës, por për diçka më të thellë, diçka që mjekët e quanin ankth i përgjithësuar, por që ai e dinte se ishte thjesht frika e pastër që kishte jetuar me të për kaq gjatë sa ishte bërë pjesë e tij. Të pranishmit në atë darkë thanë se ishte e çuditshme dhe e shqetësuese të dëgjojë një njeri si Pali Miska, një njeri që kishte duket kaq i fortë, kaq i sigurt, duke pranuar këto dobësi. Por ajo që ishte edhe më shqetësuese ishte se ai nuk po fliste për të kaluarën sikur ishte diçka që kishte mbaruar. Ai po fliste për të sikur ende po jetonte në të. Edhe tani, tha ai, zëri duke ju thyer, edhe tani kur gjithçka ka mbaruar, kur nuk kam më asnjë pushtet, kur askush nuk më friksohet më, unë ende zgjohem në mes të natës duke menduar se po vijnë. Unë ende kontrolloj çdo dhomë përpara se të fle. Unë ende nuk i besoj askujt plotësisht. Frika nuk të lë kurrë. Ajo bëhet pjesë e ADN-s tënde. Kjo dëshmi është e rëndësishme sepse na tregon diçka që shpesh harrohet kur flasim për ata që ishin në pushtet gjatë diktaturës, edhe ata jetonin në frikë. Jo e njëjta lloj frike që jetonte populli i zakonshëm, jo frika e urisë, e arrestimit arbitrar, e dëbimit në kampe pune. Por një lloj tjetër frike, frika e rënies nga hiri, e humbjes së gjithçkaje në një moment, e bërjes së shënjestër të pastrimit të ardhshëm. Dhe kjo frikë, në mënyra të caktuara, ishte edhe më e tmerrshme sepse ata e dinin saktësisht se çfarë do të ndodhte me ta nëse binin, ata e kishin parë duke ndodhur me të tjerët, ata e kishin ndihmuar të ndodhte me të tjerët. Mjeku personal i Pali Miskës, i cili tani jeton jashtë Shqipërisë dhe ka pranuar të flasë me kusht anonimiteti, tregon se në vitet e fundit të jetës së tij, Miska merrte një koktejl ilaçesh që do të kishte qenë i paimagjinueshëm për një shqiptar të zakonshëm. Ilaçe për presionin e gjakut, për zemrën, për stomakun, për gjumin, për ankthin, për depresionin. Disa prej këtyre ilaçeve ishin të importuara nga Perëndimi, një privilegj që vetëm elita më e lartë e kishte. Por ajo që është interesante është se sipas këtij mjeku, shumë prej këtyre ilaçeve nuk ishin vërtet të nevojshme nga pikpamja mjekësore. Problemi i tij kryesor nuk ishte fizik, thot mjeku. Ishte psikologjik. Ai po shkatërrohej nga brenda. Trupi i tij thjesht po pasqyronte atë që po ndodhte në mendjen e tij. Por a e kuptonte Pali Miska këtë? A e pranonte ai se sëmundja e tij ishte më shumë shpirtërore se sa fizike? Shënimet e tij private sugjerojnë se po. Në një shënim të datuar në mars të vitit 2000, ai shkruan: "Mjeku më thot se zemra ime është e dobët. Por unë e di se nuk është zemra që po më vret, është ndërgjegjja. Çdo rrahje e zemrës më kujton se jam ende gjallë ndërsa kaq shumë të tjerë nuk janë. Çdo frymëmarrje më kujton se kam mbijetuar duke lejuar të tjerët të vuajnë. Sa më gjatë të jetoj, aq më shumë e ndjej peshën e kësaj mbijetese." Kjo vetdije, kjo kuptim se mbijetesa e tij kishte ardhur me një kosto që të tjerët kishin paguar, e mundonte Pali Miskën në mënyra që ai nuk mund t'i shprehte publikisht. Por ajo dilte në mënyra të tjera. Ai filloi të bëjë gjëra që ishin krejtësisht jashtë karakterit të tij. Njëherë, ai u shfaq në një varrezë në periferi të Tiranës, një varrezë ku ishin varrosur punëtorë që kishin vdekur në aksidente industriale. Ai qëndroi atje për orë të tëra, duke ecur midis varrezave, duke lexuar emrat. Kur një roje e pyeti se çfarë po bënte, ai thjesht tha: "Po numëroj." Kur roja pyeti se çfarë po numëronte, ai nuk u përgjigj. Një herë tjetër, ai shkoi në një fabrikë të vjetër që kishte qenë në jurisdiksionin e tij kur ishte ministër. Fabrika tani ishte e mbyllur, makineria po ndryshkej, dritaret ishin të thyera. Ai hyri brenda, duke injoruar shenjat që paralajmëronin se ndërtesa ishte e pasigurt, dhe qëndroi në mes të sallës së prodhimit. Një njeri që po kalonte rastësisht dhe e njihte atë tha se Pali Miska qëndroi atje për më shumë se një orë, duke mos lëvizur, duke shikuar rreth e rrotull sikur po përpiqej të kujtonte diçka të rëndësishme që kishte harruar. Kur më në fund doli, fytyra e tij ishte e lagur me lodh. Këto momente, këto shpërthime të dhimbjes dhe pendimit që ai nuk mund t'i kontrollonte më, ishin shenja se diçka po thyej brenda tij. Kontrolli i hekur që ai kishte mbajtur për dekada po coptohej. Maska që ai kishte mbajtur për kaq gjatë po binte. Dhe ajo që po zbulohej poshtë ishte një njeri i thyer, i munduar nga faji, i shkatëruar nga kuptimi se jeta e tij, e gjithë jeta e tij, kishte qenë një tragjedi që ai vetë kishte ndihmuar ta krijonte. Por edhe në këtë gjendje, Pali Miska nuk foli kurrë publikisht.
Ai nuk dha kur intervista, nuk shkroi kur kujtime, nuk bëri kur një deklaratë publike ku pranonte gabime apo kërkonte falje. Pse? Disa thonë se ishte krenaria, se ai nuk mund të pranonte publikisht se kishte gabuar. Të tjerë thonë se ishte frika, se edhe në vitet e fundit të jetës së tij, ai kishte frikë se çfarë mund t'i ndodhte nëse fliste shumë hapur. Por ka edhe një shpjegim tjetër, një shpjegim që vjen nga ata që e njihnin më mirë, se ai besonte se asgjë që mund të thoshte nuk do të bënte ndonjë ndryshim. Se fjalët ishin të kota, se falja ishte e pamundur, se e vetmja gjë që mund të bënte ishte të jetonte me atë që kishte bërë dhe të priste fundin. Dhe fundi po vinte. Në vitet e para të viteve 2000, shëndeti i Pali Miskës u përkeqësua shpejt. Ai që dikur kishte qenë në gjendje të ecte për orë të tëra tani mezi mund të dilte nga shtëpia. Ai që dikur kishte pasur një kujtesë të mprehtë tani shpesh harronte emrat e njerëzve që kishte njohur për dekada. Ai që dikur kishte qenë kaq i kujdesshëm me pamjen e tij tani shpesh harronte të ruhet apo të ndëronte rroba. Ata që e shihnin në ato vite të fundit thonë se ishte sikur ai po zhdukte gradualisht, sikur po bëhej një hije e vetes që kishte qenë dikur. Por a ishte kjo thjesht plakja normale, apo ishte diçka më e thellë? Mjeku i tij beson se ishte një kombinim i të dyjave, se trupi i tij po dështonte sepse ai kishte humbur vullnetin për të jetuar. Ai nuk donte të vdiste, thot mjeku, por ai gjithashtu nuk donte të jetonte. Ai ishte në një lloj limbo, duke pritur diçka që nuk e kuptonte plotësisht. Dhe kjo gjendje, kjo mungesa e qëllimit, kjo mungesa e shpresës, e vrau atë më shpejt se çdo sëmundje fizike mund të kishte bërë. Në vitet e tij të fundit, Pali Miska kalonte shumicën e kohës së tij i vetëm. Familja e tij, gruaja dhe fëmijët, ende jetonin me të, por kishte një distancë midis tyre që nuk kishte ekzistuar më parë. Ata e kujdesnin për të, por nuk flisnin më me të për gjëra të rëndësishme. Ishte sikur të gjithë kishin rënë dakord në heshtje se disa gjëra ishin shumë të dhimbshme për tu diskutuar, se disa pyetje ishin më mirë të mbeteshin të papyetura. Dhe kështu ai jetoi vitet e tij të fundit në një lloj vetmie që ishte edhe më e thellë se vetmia fizike, vetmia e dikujt që është i rrethuar nga njerëz, por që nuk mund të ndajë me ta atë që vërtet ndihet. A ishte kjo drejtësia që ai kishte frikë? A ishte kjo ndëshkimi që ai kishte pritur, jo burgu, jo ekzekutimi, por kjo jetë e gjatë e vetmisë dhe pendimit? Nëse po, atëherë ndoshta ai kishte të drejtë kur shkruante në ditarin e tij se ka forma ndëshkimi që janë më të këqija se vdekja. Sepse vdekja të çliron nga dhimbja, por jeta e tillë, jeta ku çdo ditë të kujton se çfarë ke bërë, se çfarë ke lejuar të ndodhë, se sa njerëz kanë vuajtur për shkak të zgjedhjeve që ke bërë, është një lloj torture që nuk mbaron kurrë. Sigurimi i shtetit i Pali Miskës mbante dosje speciale me kodin UM0544, dosje kaq sekrete sa ekzistonin vetëm 3 kopje në të gjithë vendin. Në këto dosje gjendej informacioni për shëndetin e vërtet të anëtarëve të byros politike, për planet e evakuimit në rast revolucioni dhe për diçka shumë më shokuese. Marrëdhëniet e vërteta midis elitës dhe atyre që ishin zyrtarisht të shpallur si armiq të popullit. Pse këto dosje u shkatëruan pikërisht në ditën kur sistemi filloi të bjerë? Çfarë fshenin ato që ishte kaq e rrezikshme sa edhe pas rënies së regjimit, dikush vendosi se ishte më mirë të mos dijej kurrë? Dhe çfarë lidhje kishte Pali Miska me këto dosje? A ishte ai thjesht një subjekt i tyre, apo ishte ai një nga ata që vendosnin se çfarë do të shkruaj dhe çfarë do të fshihej? Për të kuptuar këtë, duhet të kthehemi në vitet 80, kur Pali Miska ishte në kulmin e pushtetit të tij. Në atë kohë, ai kishte akses në informacione që shumë pak njerëz i kishin. Ai dinte se cilat fabrika vërtet po prodhonin dhe cilat thjesht po raportonin shifra të rreme. Ai dinte se ku ishin të fshehura rezervat e arit dhe si mund të aksesoheshin në rast emergjence. Ai dinte se cilët anëtar të byros politike ishin vërtet besnik ndaj Enver Hoxhës dhe cilët thjesht po luanin një lojë për të mbijetuar. Dhe më e rëndësishmja, ai dinte se ku ishin të varrosura trupat e atyre që kishin zhdukur, ata që ishin arrestuar në heshtje, ekzekutuar pa gjyq dhe varrosur në varre të pashënuara që askush nuk duhej t'i gjente kurrë. Kjo njohuri e bënte Pali Miskën të paçmueshëm për regjimin, por gjithashtu e bënte atë jashtëzakonisht të rrezikshëm. Sepse nëse ai ndonjëherë vendoste të fliste, nëse ai ndonjëherë vendoste të zbulonte atë që dinte, ai mund të shkatëronte jo vetëm individ të caktuar, por të gjithë sistemin. Dhe kjo është arsyeja pse, sipas disa burimeve, sigurimi i shtetit mbante një dosje speciale për Pali Miskën, një dosje që nuk ishte vetëm për ta mbikëqyrur atë, por për ta kontrolluar atë.
Një dosje që përmbante jo vetëm informacione për atë që ai bënte, por edhe informacione që mund të përdoreshin kundër tij nëse ai ndonjëherë bëhej një kërcënim. Çfarë përmbante kjo dosje? Sipas një ish oficeri të sigurimit që ka pranuar të flasë me kusht anonimiteti, ajo përmbante gjithçka që mund të imagjinoni dhe më shumë. Përmbante raporte për çdo bisedë private që Miska kishte pasur me kolegët e tij, çdo koment që kishte bërë që mund të interpretohej si dyshim ndaj linjës së partisë, çdo gabim të vogël që kishte bërë në karrierën e tij që mund të përdorej për të akuzuar për sabotazh nëse ishte e nevojshme. Por përmbante gjithashtu diçka më të errët, përmbante informacione për familjen e tij, për të kaluarën e tyre, për lidhje që ata kishin pasur me njerëz që më vonë ishin shpallur armiq të popullit. Informacione që, nëse do të bëheshin publike, do të shkatëronin jo vetëm karrierën e Miskës, por edhe jetën e të gjithë familjes së tij. Kjo ishte mënyra se si sistemi funksiononte, jo vetëm përmes frikës së drejtë për drejtë, por përmes një rrjeti kompleks kontrolli ku çdo njeri i fuqishëm mbahej në vend nga dia se ekzistonte një dosje diku që mund të përdorej kundër tij në çdo moment. Dhe pali Miska, pavarësisht pozicionit të tij të lartë, nuk ishte përjashtim. Ai e dinte se kjo dosje ekzistonte, ai madje e kishte parë një herë, kur ishte thirrur në një takim të veçantë me kreun e sigurimit të shtetit dhe ju tregua për qëllime informative. Ajo përvojë, sipas atyre që e dëgjuan më vonë duke folur për të, e shkatërroi atë më shumë se çdo gjë tjetër që i kishte ndodhur në karrierën e tij. Ai kuptoi në atë moment, thot një ish koleg, se ai nuk ishte kurrë vërtet i fuqishëm. Ai kishte menduar se ishte në krye të piramidës, por në të vërtetë ai ishte thjesht një kukull tjetër, dhe fijat që e kontrollonin ishin të padukshme por të pathyeshme. Ai kuptoi se çdo vendim që kishte marrë, çdo fjalë që kishte thënë, çdo veprim që kishte bërë, të gjitha ishin të monitoruara, të regjistruara, të ruajtura për t'u përdorur kundër tij nëse ishte e nevojshme. Dhe ky kuptim e ndryshoi atë. Ai u bë më i heshtur, më i kujdesshëm, më i izoluar. Ai filloi të besoj gjithnjë e më pak njerëzit rreth tij, sepse ai e dinte se çdo njeri mund të ishte një informator, çdo bisedë mund të raportohej, çdo moment i dobësisë mund të përdorej kundër tij. Por çfarë ndodhi me këto dosje kur regjimi filloi të bjerë? Kjo është një nga misteret më të mëdha të tranzicionit shqiptar. Sipas raporteve zyrtare, shumë dosje të sigurimit të shtetit u shkatëruan në ditët kaotike të dhjetorit të vitit 1990 dhe janarit të vitit 1991. Disa u dogjën, disa u grisën, disa thjesht zhdukën. Por a ishte kjo shkatërim i rastësishëm, apo ishte një operacion i planifikuar për të fshehur prova që mund të komprometonin njerëz të caktuar? Disa burime sugjerojnë se ishte e dyta. Ata thonë se në javët përpara se sistemi të bjerë plotësisht, një grup i vogël njerëzish, disa prej të cilëve ishin vetë antar të sigurimit të shtetit, të tjerë ishin antar të byros politike që po përpiqeshin të mbronin veten, organizuan një operacion sekret për të hequr dhe shkatëruar dosjet më të ndjeshme. Dosjet që përmbajnë informacione që mund të çonin në ndjekje penale, që mund të zbulonin korrupsion masiv, që mund të tregonin se sa thellë shkonte bashkëpunimi midis elitës shqiptare dhe shërbimeve të inteligjencës së vendeve të tjera. Dhe dosja e pali Miskës, ajo dosje speciale me kodin UM0544, ishte një nga ato që zhdukën. Pse? Çfarë përmbante ajo që ishte kaq e rrezikshme? Disa thonë se përmbante prova se Miska kishte qenë në kontakt me agent të huaj, jo si tradhtar, por si pjesë e një loje komplekse diplomatike që Shqipëria luante në kulmin e luftës së ftohtë. Të tjerë thonë se përmbante informacione për korrupsion masiv, për para që ishin vjedhur nga buxheti i shtetit, për mallra që ishin shitur në tregun e zi, për privilegje që ishin dhënë në këmbim të besnikërisë. Dhe të tjerë thonë se përmbante diçka edhe më të errët, prova se Miska kishte qenë i përfshirë në vendime që kishin çuar në vdekjen e njerëzve të pafajshëm, vendime që nëse do të bëheshin publike do ta bënin atë subjekt të ndjekjes penale. Cilado që të jetë e vërteta, fakti mbetet se kjo dosjeje nuk ekziston më. Dhe me zhdukjen e saj, zhdukën edhe shumë nga përgjigjet për pyetjet që ne po bëjmë sot. Kush ishte vërtet pali Miska? Sa thellë shkonte përfshirja e tij në krimet e regjimit? A ishte ai thjesht një burokrat që po ndiqte urdhra, apo ishte ai një arkitekt aktiv i sistemit që shkaktoi kaq shumë vuajtje? Pa ato dosje, ne nuk mund të dimë kurrë me siguri. Por ka diçka tjetër që duhet të merret parasysh, diçka që shpesh harrohet në diskutimet për të kaluarën. Shkatërimi i këtyre dosjeve nuk ishte vetëm një akt për të mbrojtur individ të caktuar.
Ishte gjithashtu një akt që mohoi drejtësinë për viktimat e regjimit. Sepse në ato dosje ishin emrat e atyre që kishin denoncuar fqinjet e tyre, që kishin torturuar të burgosurit, që kishin urdhëruar ekzekutime. Në ato dosje ishin provat që mund të kishin çuar në gjykime, në dënime, në një lloj mbylljeje për familjet që kishin humbur të dashurit e tyre. Dhe me shkatërimin e atyre dosjeve, kjo mundësi u humb përgjithmonë. Pali Miska e dinte këtë. Në vitet e tij të fundit, kur ai po shikonte lajmet dhe po shihte se si vendi po përpiqej të përballej me të kaluarën e tij, ai e dinte se mungesa e atyre dosjeve do të thotë se shumë pyetje nuk do të kenë kurrë përgjigje. Dhe sipas disa burimeve, kjo e mundonte atë. Jo sepse ai donte të ndëshkojë, por sepse ai donte që e vërteta të dihej. Ai donte që njerëzit të kuptonin se sa kompleks ishte sistemi, se sa shumë njerëz ishin të përfshirë, se sa e vështirë ishte të bëje zgjedhjen e duhur kur çdo zgjedhje kishte pasoja të tmerrshme. Në një nga shënimet e tij të fundit, ai shkruan: "Ata shkatëruan dosjet sepse kishin frikë nga e vërteta. Por e vërteta nuk mund të shkatërohet kaq lehtë. Ajo jeton në kujtesën e atyre që vuajtën, në ëndrat e atyre që mbijetuan, në heshtjen e atyre që nuk guxojnë të flasin. Dhe një ditë, kur ne të gjithë të jemi zhdukur, e vërteta do të dalë. Ndoshta jo e plot, ndoshta jo e saktë, por do të dalë. Dhe atëherë historia do të gjykojë. Jo vetëm mua, por të gjithë ne që ishim pjesë e asaj makine të tmerrshme. A kishte ai të drejtë? A do të dalë e vërteta një ditë? Apo a do të mbetet e varrosur përgjithmonë në shtresa gënjeshtrash, harresës dhe frikës? Këto janë pyetje që çdo shqiptar duhet t'i bëjë vetes, sepse pa të vërtetën nuk mund të ketë drejtësi të vërtetë. Dhe pa drejtësi nuk mund të ketë shërim të vërtetë. Ne mund të vazhdojmë të jetojmë, të ndërtojmë, të shpresojmë për një të ardhme më të mirë. Por nëse nuk përballemi me të kaluarën, me të gjithë kompleksitetin e saj, me të gjithë dhimbjen e saj, me të gjithë paqartësinë e saj, ne do të mbartim peshën e saj përgjithmonë. Mendoni për njeriun e fundit në të cilin keni besim të plotë. Tani imagjinoni se ky person ju tradhtoi në ditën më të errët të jetës suaj. Kështu i ndodhi Pali Miskës. Një njeri nga rrethi i tij i brendshëm e shiti atë. Ish kadroja e sigurimit të shtetit e din këtë histori. Ata e kanë mbajtur heshtjen për 35 vjet. Sot, për herë të parë, do të thonë të vërtetën për tradhtinë më të madhe në historinë moderne të Shqipërisë. Kush ishte ky njeri që tradhtoi Pali Miskën? Çfarë e shtyu ta bënte këtë? Dhe çfarë ndodhi me të pas asaj tradhtie? A jetoi ai me fajin, apo a justifikoi atë si një akt mbijetese në një sistem ku të gjithë tradhtuan të gjithë? Historia e kësaj tradhtie fillon në vitet e fundit të viteve 80, kur Pali Miska ende kishte pushtet, por po fillonte të ndjente se diçka po ndryshonte. Ai kishte një rreth të ngushtë njerëzish që i besonte, jo plotësisht, sepse në atë sistem askush nuk mund të besonte plotësisht, por aq sa ishte e mundur. Këta ishin njerëz që kishin punuar me të për dekada, që kishin ndarë sekretet e tij, që kishin qenë dëshmitar të momenteve të tij më të dobëta. Dhe midis këtyre njerëzve ishte një, le ta quajmë atë shoku B, sepse emri i tij i vërtet nuk mund të zbulohet për arsye ligjore, që Miska e konsideronte si miku i tij më i afërt. Shoku B kishte qenë me Pali Miskën që nga vitet 60. Ai kishte qenë zëvendësi i tij kur Miska ishte ministër, kishte qenë këshilltari i tij kur Miska ishte kryetari i Kuvendit Popullor, kishte qenë personi që Miska thirrte në mes të natës kur kishte nevojë të fliste me dikë. Ata kishin ndarë darkë të panumërta, kishin diskutuar strategji politike, kishin qeshur së bashku për absurditetin e sistemit që shërbenin. Nëse Pali Miska kishte një mik të vërtet në atë botë të ftohtë dhe të pamëshirshme, ishte shoku B, por çfarë Miska nuk e dinte ishte se shoku B kishte një sekret të tij. Që nga viti 1985, ai kishte qenë në kontakt me një fraksion brenda byros politike që po planifikonte për të ardhmen pas Enver Hoxhës. Ky fraksion, i përbër nga anëtarë më të rinj që shihnin se sistemi po dështonte dhe që donin të pozicionoheshin për pushtetin në epokën e re që po vinte, kishte identifikuar Pali Miskën si një problem. Jo sepse ai ishte veçanërisht i keq apo i korruptuar, por sepse ai dinte shumë. Ai kishte qenë në pozicione kyçe për kaq gjatë sa ai kishte informacione që mund të komprometonin pothuajse çdo njeri në elitë. Dhe nëse ai ndonjëherë vendoste të fliste, nëse ai ndonjëherë vendoste të shkruante kujtime apo të dëshmonte në ndonjë gjykim të ardhshëm, ai mund të shkatëronte planet e tyre për të kontrolluar tranzicionin.
Prandaj ata I dhanë shokut bë një detyrë, të mbledhte informacione për Pali Miskën që mund të përdoreshin për ta neutralizuar atë nëse ishte e nevojshme. Jo për ta vrarë, ato ditë kishin kaluar, por për ta diskredituar, për ta izoluar, për ta bërë të parëndësishëm. Dhe shoku B, duke parë se nga vinte era, vendosi të bashkëpunojë. Ai filloi të mbante shënime të hollësishme për çdo bisedë që kishte me Miskën, për çdo dyshim që Miska shprehte, për çdo moment dobësie që Miska tregonte. Ai filloi të raportonte këto informacione te fraksioni, duke u pozicionuar si një burim I vlefshëm inteligjence. Por tradhtia e vërtet erdhi në dhjetor të vitit 1990, kur u bë e qartë se sistemi po binte më shpejt se sa kushdo kishte parashikuar. Në atë moment, fraksioni vendosi se ishte koha për të vepruar. Ata I thanë shokut B se ai duhej të merrte ditarët e Pali Miskës, ato ditarë që përmbajnë të gjitha sekretet, të gjitha dyshimet, të gjitha informacionet që mund të ishin të rrezikshme. Dhe shoku B, duke ditur se refuzimi do të thotë fundin e karrierës së tij dhe ndoshta më keq, pranoi. Ai shkoi në shtëpinë e Pali Miskës një mbrëmje kur Miska ishte jashtë për një takim. Ai e dinte se ku mbaheshin ditarët, Miska ja kishte treguar një herë, në një moment besimi që tani dukej tragjikisht naiv. Ai I mori ato, jo të gjitha, sepse kjo do të ishte shumë e dukshme, por mjaftueshëm për të dhënë fraksionit atë që ata donin. Dhe pastaj ai u largua, duke lënë pas një shënim që thoshte se kishte ardhur për të marrë disa dokumente që Miska kishte premtuar t'ia jepte. Kur Pali Miska u kthye dhe zbuloi se çfarë kishte ndodhur, ai fillimisht nuk e besoi. Ai mendoi se kishte qenë një vjedhje e thjeshtë, se dikush nga jashtë kishte hyrë. Por pastaj ai pa shënimin dhe ai e njihte shkrimin e dorës. Dhe në atë moment, ai kuptoi. Ai kuptoi se njeriu që ai kishte besuar më shumë se kushdo tjetër e kishte tradhtuar. Dhe sipas atyre që e pan atë në ditët që pasuan, ky kuptim e shkatërroi atë më shumë se çdo gjë tjetër që I kishte ndodhur. Ai nuk foli për këtë me askënd, thot një antar I familjes. Por ne e dinim se diçka kishte ndodhur. Ai u bë I heshtur, I largët, sikur një pjesë e tij kishte vdekur. Ai nuk u zemërua, nuk kërkoi hakmarrje, nuk u përpoq të gjente atë që e kishte bërë këtë. Ai thjesht u dorëzua. Ishte sikur ai kishte pritur këtë gjithë kohën, sikur ai e kishte ditur se një ditë do të ndodhte, dhe tani që kishte ndodhur, ai nuk kishte më energji për të luftuar. Por çfarë ndodhi me shokun B? A jetoi ai me fajin e asaj që kishte bërë? Sipas burimeve që e njohin atë, përgjigja është komplekse. Në vitet që pasuan, ai vazhdoi të ketë një karrierë të suksesshme, jo në politikë, sepse ai ishte mjaft I zgjuar për të kuptuar se koha e politikës së vjetër kishte mbaruar, por në biznes. Ai u bë I pasur, I respektuar, një figurë e njohur në shoqërinë e re shqiptare. Por ata që e njohin mirë thonë se ai nuk është kur vërtet I lumtur. Ai pi shumë, ai ka probleme me gjumin, ai shmanget nga takimet me njerëz që e njihnin në të kaluarën. Dhe një herë, në një moment dobësie pas shumë pijesh, ai u rrëfyi një miku se ka gjëra që kam bërë që nuk mund t'i shpjegoj, as vetes time. A është kjo pendim I vërtet, apo thjesht vetkeqardhje? A meriton ai falje për atë që bëri, apo a duhet ai të mbaj peshën e asaj tradhtie për pjesën tjetër të jetës së tij? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Sepse në një sistem ku të gjithë tradhtuan të gjithë, ku mbijetesa varet nga aftësia për të sakrifikuar të tjerët, ku besnikëria është një luksos që pak mund ta përballojnë, në një sistem të tillë, kush mund të gjykojë? Por ajo që nuk mund të mohohet është se kjo tradhti pati pasoja të vërteta për Pali Miskën. Humbja e atyre ditarëve nuk ishte thjesht humbja e disa dokumenteve, ishte humbja e zërit të tij, e dëshmisë së tij, e mundësisë së tij për të treguar anën e tij të historisë. Pa ato ditar, ai u bë thjesht një figurë tjetër e harruar e së kaluarës, dikush për të cilin njerëzit kishin mendime të formuara paraprakisht, por për të cilin askush nuk kishte informacione të vërteta. Ai u bë një ekran bosh ku të tjerët mund të projektonin fantazitë e tyre, disa e shihnin si hero, të tjerë si villain, por askush nuk e njihte vërtet. Dhe ndoshta kjo ishte ndëshkimi më I madh I të gjithëve, jo të vdesësh, por të jetosh duke ditur se historia e jote do të tregojë nga të tjerët, se zëri yt do të heshte, se e vërteta e jote do të humbas në zhurmën e narrativave konkurruese. Pali Miska jetoi vitet e tij të fundit duke ditur këtë. Dhe sipas atyre që e njihnin, kjo dije e hëngri nga brenda më shumë se çdo sëmundje fizike mund të kishte bërë. Në vitin 2008, Pali Miska vdiq. Nuk pati ceremoni të mëdha, nuk pati fjalime lavdëruese, nuk pati as shumë njerëz në funeral.
Ai thjesht u zhduk, sikurse kishin zhdukur kaq shumë të tjerë përpara tij. Por historia e tij mbetet një histori për pushtetin dhe humbjen e tij, për besimin dhe tradhtinë e tij, për ndërtimin dhe shkatërimin, për jetën e jetuar në majat më të larta dhe fundin në vetmin më të thellë. Një histori që na kujton se në sistemet ku pushteti është absolut, askush nuk është vërtet i sigurt, as ata që urdhërojnë, as ata që zbatojnë, as ata që thjesht përpiqen të mbijetojnë. A mësuat diçka nga kjo histori? A ju bëri të mendoni ndryshe për të kaluarën, për të tashmen, për zgjedhjet që bëjmë çdo ditë? A ju bëri të pyesni veten se çfarë do të bënit ju në pozicionin e Pali Miskës, a do të flisnit, a do të heshtnit, a do të përpiqeshit të ndryshonit sistemin nga brenda, apo a do të pranoni thjesht rregullat e lojës dhe do të përpiqeshit të mbijetonit? Këto janë pyetje që çdo njeri duhet t'i bëjë vetes, sepse historia nuk është vetëm për të kaluarën, është edhe për të tashmen dhe të ardhmen. Dhe nëse nuk mësojmë nga gabimet e të kaluarës, jemi të dënuar t'i përsërisim ato. Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të anëtarëve të byros politike pranon të flasë përpara kamerave. Çfarë na tregon ai për javët e fundit të regjimit do të përmbysë gjithçka që mendoni se dini. Dhe ajo që ai thot për Pali Miskën është veçanërisht shqetësuese, sepse sipas tij, Miska ishte njeriu që organizoi takimin e fundit të fshehtë të elitës në janar të vitit 2000, kur të gjithë e dinin se fundi kishte ardhur, por askush nuk guxonte ta pranonte. Ai na thiri të gjithë në një vilë jashtë Tiranës, thot ky njeri, zëri duke ju thyer. Ishim vetëm 8 veta, ata që kishin qenë në qendër të gjithçkaje për dekada. Dhe Pali Miska, i sëmur, i dobët, mezi duke qëndruar në këmbë, na tha diçka që askush nuk e kishte guxuar të thoshte me zë të lartë: ne kemi dështuar. Gjithçka që ndërtuam ishte e ndërtuar mbi gënjeshtra. Dhe tani që gënjeshtrat po zbulohen, ne nuk kemi asgjë për t'u mbrojtur. Asnjë ideal, asnjë arritje e vërtet, asnjë trashëgimi që do të mbijetojë. Ne do të kujtohemi vetëm për vuajtjen që shkaktuam. Heshtja që pasoi ishte kaq e rëndë sa disa prej të pranishmëve thanë se ndiheshin sikur po mbyteshin. Por çfarë ndodhi pas asaj nate? Pse asnjë prej atyre 8 njerëzve nuk ka folur kurrë publikisht për atë takim? Dhe çfarë vendimesh u morën atje që ndikuan në atë që ndodhi në vitet që pasuan? Në vitet e para të viteve 2000, Shqipëria po kalonte nëpër një transformim që askush nuk e kishte imagjinuar të ishte i mundur vetëm një dekadë më parë. Sistemi komunist kishte rënë, ekonomia po kalonte në kapitalizëm të egër, njerëzit po mësonin të jetonin në një botë ku rregullat e vjetra nuk aplikoheshin më. Ishte një kohë kaosi, por gjithashtu një kohë shprese se diçka e re dhe më e mirë mund të ndërtojë mbi rënojat e së vjetrës. Por për ata si Pali Miska, ata që kishin qenë në majat më të larta të sistemit të vjetër, kjo ishte një kohë frike dhe pasigurie absolute. Sepse në këtë botë të re, ata nuk kishin vend. Ata nuk ishin as heronj as viktima, ata ishin thjesht relikt të një kohe që shumica e njerëzve donte ta harronte sa më shpejt të ishte e mundur. Pali Miska e kuptoi këtë më mirë se shumica. Ai e pa se si ish kolegët e tij po përpiqeshin të reinventonin veten, disa po bëheshin biznesmen, disa po shkonin në politikën e re duke pretenduar se kishin qenë gjithmonë reformator, disa thjesht po zhduken në anonimitet. Por ai e dinte se për të, asnjë nga këto opsione nuk ishte e mundur. Ai ishte shumë i njohur për të zhdukur, shumë i lidhur me të kaluarën për të pretenduar se kishte qenë ndryshe, shumë i lodhur për të filluar një jetë të re. Gjithçka që mund të bënte ishte të jetonte ditët e tij të mbetura sa më dinjitos që të ishte e mundur dhe të priste fundin që ai e dinte se po vinte. Por edhe në këtë gjendje, Pali Miska nuk ishte plotësisht pasiv. Ai vazhdoi të shkruante, jo më ditar të hollësishëm si më parë, por shënime të shkurtra, reflektime, fragmente mendimesh që i vinin në mendje në orët e vona të natës kur gjumi nuk vinte. Dhe në këto shënime, ne shohim një njeri që po përpiqet të kuptojë jo vetëm atë që kishte ndodhur, por pse kishte ndodhur. Ai po përpiqej të gjejë një kuptim në gjithë atë kaos, një mësim që mund të transmetojë te brezat e ardhshëm. Në një shënim të datuar në prill të vitit 2001, ai shkruan: "Sot lexova në gazetë për një fabrikë të vjetër që po shkatërrohej për t'i shitur metalin si mbeturinë. Kjo ishte një nga fabrikat që unë ndihmova ta ndërtoj në vitet 70. Kujtoj se sa krenar isha kur u hap, mendova se po ndërtonim diçka që do të zgjaste për gjenerata. Dhe tani, vetëm 30 vjet më vonë, po shkatërohet sikur të mos kishte qenë kurrë asgjë më shumë se një grumbull metali të vjetër."
Ndoshta kjo është metafora më e mirë për gjithçka që ndërtuam, jo monumente që do të zgjatin përgjithmonë, por struktura të brishtë që filluan të coptohen në momentin që presioni që i mbante së bashku u largua. Ky kuptim, ky pranim se gjithçka që ai kishte punuar për të ndërtuar kishte qenë thelbësisht të brishtë, ishte i dhimbshëm për Pali Miskën. Por ishte gjithashtu çlirues në një mënyrë të çuditshme. Sepse nëse gjithçka kishte qenë e dënuar që në fillim, atëherë ndoshta dështimi nuk ishte plotësisht faji i tij. Ndoshta ai kishte qenë thjesht një aktor në një dramë tragjike ku fundi ishte i paracaktuar që nga fillimi. Kjo nuk e shpëtonte atë nga përgjegjësia për zgjedhjet që kishte bërë, por e bënte atë përgjegjësi pak më të lehtë për t'u mbajtur. Por kishte momente kur edhe ky ngushëllim i vogël nuk mjaftonte. Momente kur pesha e asaj që kishte bërë dhe më e rëndësishmja e asaj që nuk kishte bërë, bëhej kaq e rëndë sa ai mezi mund të merrte frym. Një ishfqim kujton se një herë e gjeti Pali Miskën ulur në shkallët e ndërtesës së tij, duke qarë në heshtje. Kur e pyeti se çfarë kishte ndodhur, Miska thjesht tundi kokën dhe tha, asgjë. Gjithçka. Nuk ka rëndësi më. Dhe pastaj, pas një heshtjeje të gjatë, a e di ti se sa njerëz vuajtën për shkak të vendimeve që unë mora? Jo numrin e saktë, askush nuk e di atë. Por mjaftueshëm. Më shumë se mjaftueshëm. Dhe çfarë kam për të treguar për të? Çfarë ndryshimi bëra që justifikon atë vuajtje? Asnjë. Absolutisht asnjë. Këto momente të dëshpërimit po bëheshin gjithnjë e më të shpeshta në vitet e fundit të jetës së Pali Miskës. Trupi i tij po dështonte, zemra e tij po dobësoi, mushkëritë e tij po luftonin për të marrë frym, këmbët e tij mezi e mbanin më. Por ishte mendja e tij që po vuante më së shumti. Kujtesa e tij, dikur kaq e mbret, kaq e besueshme, tani po fillonte të zbehej. Ai harronte emra, harronte data, harronte biseda që kishte pasur vetëm disa ditë më parë. Dhe kjo humbje e kujtesës ishte veçanërisht e tmerrshme për një njeri që kishte kaluar gjithë jetën duke mbajtur mend gjithçka, duke qenë burimi i informacionit që të tjerët mbështeteshin. Por çfarë ishte edhe më shqetësuese ishte se nganjëherë, në ato momente kur kujtesa e tij po largohej, ai nuk mund të dallonte më midis asaj që kishte ndodhur vërtet dhe asaj që kishte ëndërruar. Ai filloi të fliste për takime që kurrë nuk kishin ndodhur, për njerëz që kurrë nuk kishte takuar, për vendime që kurrë nuk ishin marrë. Familja e tij fillimisht u shqetësua, a ishte kjo fillimi i demencës? Por mjeku i tij kishte një shpjegim tjetër, mendja e tij po përpiqet të rishkruajë të kaluarën, tha ai. Po përpiqet të krijojë një version të historisë ku gjërat shkuan ndryshe, ku ai bëri zgjedhje të ndryshme, ku rezultati ishte më pak tragjik. Është një mekanizëm mbrojtës, një mënyrë për të përballuar dhimbjen e asaj që vërtet ndodhi. Nëse kjo ishte e vërtet, atëherë ishte një tragjedi e dyfish. Sepse nuk mjaftonte që Pali Miska duhej të jetonte me peshën e asaj që kishte bërë, tani ai po humbiste edhe aftësinë për ta kujtuar saktësisht atë që kishte bërë. Ai po bëhej një të huaj për historinë e tij, një dëshmitar i pabesueshëm i jetës së tij. Dhe kjo do të thotë se kur ai do të vdiste, dhe ai e dinte se kjo nuk ishte larg, ai do të merrte me vete jo vetëm sekretet që kishte mbajtur, por edhe aftësinë për t'i treguar ato saktësisht. Në sejfin personal të një antari të lartë të byros politike u gjet një listë e shkruar me dorë. Nuk ishte një listë blerjesh, por një listë ekzekutimi. 15 emra të gjeneralëve dhe të afërmve që duhej të eliminoheshin pas festave të fundvitit. Kjo copë letre shpjegon gjithçka. Kur gjeneralët pan listën, kuptuan, ose ai, ose ne. A ishte tradhtia e tyre një akt heroizmi apo thjesht një luftë e dëshpëruar për mbijetesë? Dhe çfarë lidhje kishte Pali Miska me këtë listë? A ishte emri i tij në të, apo a ishte ai një nga ata që e kishin hartuar? Të dyja skenarët janë të mundshëm dhe të dyja janë po aq shqetësues. Sepse nëse emri i tij ishte në listë, atëherë ai jetoi vitet e tij të fundit duke ditur se kishte qenë i shënjestruar për eliminim. Dhe nëse ai kishte ndihmuar ta hartonte listën, atëherë ai ishte bashkëfajtor në një nga komplotet më të errëta të regjimit. E vërteta, sipas burimeve që kanë pasur akses në dokumente të klasifikuara, është diçka në mes. Pali Miska nuk ishte në listë, por ai e dinte për të. Ai kishte qenë i pranishëm në një mbledhje të byros politike në nëntor të vitit 1989, ku u diskutua nevoja për të pastruar radhët e udhëheqjes ushtarake dhe të sigurisë. Ai nuk kishte sugjeruar emra, por ai as nuk kishte kundërshtuar kur të tjerët i sugjeruan ato.
Ai kishte qëndruar në heshtje, duke dëgjuar, duke shënuar, duke llogaritur se si kjo do të ndikonte në pozicionin e tij. Dhe kjo heshtje, kjo dështim për të folur kur ende kishte kohë për të ndaluar atë që po planifikoi, e mundonte pali miskën më shumë se çdo gjë tjetër që kishte bërë. Sepse në atë moment, ai ende kishte një zë. Ai ende kishte autoritet. Nëse ai kishte qëndruar dhe kishte thënë, jo, kjo është e gabuar, ne nuk mund ta bëjmë këtë, ndoshta do të kishte bërë një ndryshim. Ndoshta jo, ndoshta ai vetë do të ishte shtuar në lisë. Por të paktën ai do të kishte provuar. Të paktën ai do të kishte qëndruar për diçka. Por ai nuk e bëri. Ai heshti, sikurse kishte heshtuar kaq shumë herë më parë. Dhe kur lista u zbulua, jo nga ai, por nga dikush tjetër që kishte më shumë guxim ose më pak për të humbur, dhe kur gjeneralet reaguan duke organizuar atë që në thelb ishte një grusht shteti i butë që çoi në rënjen përfundimtare të sistemit, pali miska e dinte se ai kishte qenë pjesë e zinxhirit të ngjarjeve që çuan në atë moment. Jo aktori kryesor, ai nuk kishte më atë lloj pushteti. Por një bashkëpunëtor i heshtur, një dëshmitar që zgjodhi të mos dëshmoj, një njeri që mund të kishte bërë një ndryshim por që zgjodhi sigurinë mbi guximin. Në vitet që pasuan, kur ai reflektonte mbi atë moment, pali miska shkruante me një hidhërim që ishte pothuajse i padurueshëm për t'u lexuar. Unë mendova se po mbroja veten, shkruan ai në një shënim të datuar në shtator të vitit 2003. Mendova se duke heshtur, duke mos u përfshirë, duke qëndruar neutral, po siguroja mbijetesën time. Por çfarë lloj mbijetese është kjo? Të jetosh duke ditur se ke pasur mundësinë për të ndaluar diçka të tmerrshme dhe ke zgjedhur të mos e bësh? Të jetosh duke ditur se frika jote ishte më e rëndësishme për ty se jeta e të tjerëve? Kjo nuk është mbijetesë, është një lloj vdekjeje që zgjat për vite. Por kishte diçka tjetër që po ndodhte në këto vite të fundit, diçka që pali miska nuk e kishte pritur dhe që e befasoi thellësisht. Ai po fillonte të merrte letra. Jo shumë, ndoshta 1 apo 2 në muaj. Por ato që vinin ishin të jashtëzakonshme në përmbajtjen e tyre. Disa ishin nga ish punëtor që kishin punuar në fabrika dhe miniera në drejtimin e tij. Disa nga këto letra ishin plot zemërim dhe akuza, por të tjera, në mënyrë të befasishme, ishin plot mirënjohje. Ju ishit jashpër, shkruante një ish minier, por të paktën ju e njihit punën. Ju kishit qenë vetë punëtor. Ju e kuptonit se çfarë do të thotë të punosh në kushte të vështira. Pas jush erdhën njerëz që kur nuk kishin parë një minier nga brenda, që na trajtonin si numra në një raport. Unë nuk po them se gjithçka që bëte ishte e drejtë, por të paktën ju ishit njeri real, jo thjesht një burokrat. Këto letra e hutuan pali miskën. Ai nuk i kishte pritur ato, nuk i kishte kërkuar ato, nuk e dinte se si t'u përgjigjej atyre. Një pjesë e tij donte t'i hidhte ato, sepse çfarë e drejtë kishin këta njerëz të falënderonin për gjëra që ai kishte bërë si pjesë e një sistemi që kishte shfrytëzuar ata? Por një pjesë tjetër e tij, një pjesë që po bëhej gjithnjë më e fortë në vitet e tij të fundit, kishte nevojë për këto letra. Kishte nevojë të besonte se jo gjithçka që kishte bërë kishte qenë e keqe, se kishte pasur momente kur ai kishte bërë një ndryshim pozitiv, se jeta e tij nuk kishte qenë plotësisht e kollë. Ai filloi t'u përgjigjej disa prej këtyre letrave, jo të gjithave, por atyre që dukeshin më të sinqerta. Përgjigjet e tij ishin të shkurtra, të kujdesshme, plot me kualifikime dhe rezerva. Por ato ishin gjithashtu të sinqerta në mënyrën e tyre. Faleminderit për fjalët tuaja, shkruante ai në një përgjigje tipike. Unë nuk jam i sigurt se i meritoj ato. Bëra atë që mendova se ishte e nevojshme në atë kohë, por duke parë prapa, shoh se shumë nga ato vendime shkaktuan vuajtje që nuk ishte e nevojshme. Nëse isha më i guximshëm, më i pavarur në mendimin tim, ndoshta do të kisha bërë zgjedhje të ndryshme. Por nuk isha. Dhe tani duhet të jetoj me pasojat e atyre zgjedhjeve. Këto shkëmbime, këto momente të vogla lidhjeje njerëzore midis një ish zyrtari të lartë dhe njerëzve të zakonshëm që kishin jetuar nën sistemin që ai kishte ndihmuar ta drejtojë, ishin ndër momentet e pakta të ndritshme në vitet e errëta të fundit të pali miskës. Ato nuk e shpëtonin atë nga faji që ndjente, por e bënin atë faj pak më të lehtë për t'u mbajtur. Ato i kujtuan atë se edhe në një sistem kaq mizor, kishte ende momente të njerëzisë, ende mundësi për lidhje të vërteta. Ende shpresë se njerëzit mund të shihnin përtej roleve që luanin dhe të njihnin njëri tjetrin si qenie njerëzore me të gjitha dobësitë dhe kompleksitetet e tyre. Por këto momente ishin të rralla dhe të shkurtra.
Shumicën e kohës, Pali Miska jetonte në një gjendje vetmie që ishte pothuajse absolute. Familja e tij ishte atje, por ata nuk mund të arrinin atë në vendin ku ai ishte shkuar mendërisht. Miqtë e tij të vjetër, ata pak që ende jetonin dhe që ende ishin të gatshëm ta shihnin, nuk mund të flisnin për gjërat që vërtet kontrollonin, sepse të gjithë kishin sekretet e tyre, të gjithë kishin fajin e tyre. Të gjithë jetonin me frikën se nëse flisnin shumë hapur, do të hapnin plagë që nuk mund të shëroheshin kurrë. Dhe kështu ai kaloi ditët e tij të fundit kryesisht i vetëm, duke ulur në dritaren e apartamentit të tij në blok, duke shikuar botën jashtë, një botë që po ndryshonte kaq shpejt sa ai mezi e njihte më. Makina të reja në rrugë, ndërtesa të reja që po ngriheshin, njerëz të rinj që ecnin me besim që ai kurrë nuk e kishte ndjerë në moshën e tyre. Një botë ku e kaluara që ai përfaqësonte po bëhej gjithnjë më e largët, gjithnjë më e paqëndrueshme, gjithnjë më pak e rëndësishme. Në dhjetor të vitit 2007, shëndeti i Pali Miskës arriti në një pikë ku ishte e qartë se fundi ishte afër. Ai u shtrua në spital, jo në një nga spitalet e mira private që tani ekzistonin për ata që mund t'i përballonin, por në një spital publik ku kushtet ishin të këqija dhe ku stafi ishte i mbingarkuar dhe i lodhur. Kjo ishte zgjedhja e tij, ai kishte refuzuar ofertat e familjes për ta çuar në një vend më të mirë. Unë kam jetuar në privilegje për shumë kohë, tha ai. Të paktën në fund, le të vdes si një njeri i zakonshëm. Në ato javë të fundit, ai kishte vizitor të rrallë. Familja vinte çdo ditë, por qëndronte vetëm për kohë të shkurtër, ishte e dhimbshme për ta tashinin atë kështu, kaq të dobët, kaq të humbur. Disa ish kolegë erdhën, jo shumë, por disa. Ata ulën pranë shtratit të tij, mbajnë dorën e tij, flisnin për gjëra të parëndësishme, sepse gjërat e rëndësishme ishin shumë të dhimbshme për tu diskutuar. Dhe Pali Miska, edhe në atë gjendje, ruante dinjitetin e tij. Ai nuk u ankua, nuk kërkoi mëshirë, nuk u përpoq të fitonte simpati. Ai thjesht priste me një durim që dukej pothuajse i çuditshëm për një njeri që kishte kaluar gjithë jetën duke qenë i padurueshëm për rezultate. Një nga vizitorët e fundit ishte një prift, jo një prift zyrtar i ndonjë kishe, sepse Pali Miska nuk kishte qenë kurrë fetar në kuptimin tradicional, por një njeri që kishte studiuar teologji dhe filozofi dhe që kishte bërë një mision për të vizituar njerëzit në fund të jetës së tyre. Ky njeri, le ta quajmë atë Padre John, kishte dëgjuar për Pali Miskën dhe kishte vendosur ta vizitonte, jo për ta konvertuar, por thjesht për t'i ofruar ngushëllim nëse ai donte. Biseda e tyre, e raportuar më vonë nga Padre John me lejen e familjes së Miskës, ishte e jashtëzakonshme në sinqeritetin e saj. Pali Miska, duke ditur se nuk kishte më asgjë për të humbur, foli më hapur se sa kishte folur me kushdo tjetër për vite. Ai foli për fajin që ndjente, për pyetjet që e mundonin, për frikën se jeta e tij kishte qenë një dështim i plotë. Dhe Padre John, në vend që ta gjykonte apo ta ngushëllonte me platituda, thjesht dëgjoi. Dhe pastaj, kur Miska mbaroi, ai tha diçka që e befasoi atë: ju mendoni se faji juaj është unik, se vuajtja juaj është e veçantë. Por nuk është. Çdo njeri që ka jetuar në kohë të vështira, që ka bërë zgjedhje të vështira, që ka mbijetuar duke bërë kompromise, çdo njeri i tillë mban një barë të ngjashme. Dallimi nuk është se ju keni faj dhe të tjerët nuk kanë. Dallimi është se ju jeni duke e përballuar atë faj, ndërsa shumë të tjerë po përpiqen ta mohojnë atë. Kjo perspektivë, kjo ide se vuajtja e tij nuk ishte unike, por e përbashkët me shumë të tjerë, dukej se i dha Pali Miskës një lloj paqeje që ai nuk e kishte ndjerë për vite. Jo sepse e bënte fajin më të vogël, por sepse e bënte atë më njerëzor, më të kuptueshëm, më pak të izoluar. Ai nuk ishte një monster unik, ai ishte një njeri i dobët që kishte jetuar në kohë të tmerrshme dhe që kishte bërë zgjedhje që tani e bënin të ndiej i tmerruar. Dhe nëse ai mund të pranonte këtë, nëse ai mund të pranonte dobësinë e tij, frikën e tij, dështimin e tij për të qenë heroj që ndoshta donte të ishte, atëherë ndoshta ai mund të gjente një lloj falje, jo nga të tjerët, por nga vetja e tij. Në 28 shkurt të vitit 2008, Pali Miska vdiq. Ishte një mëngjes i ftohtë dimri dhe ai u zgjua herët, më herët se zakonisht. Ai kërkoi ujë dhe infermierja ia solli. Ai piu pak, pastaj u shtrir përsëri dhe mbylli sytë. Dhe disa minuta më vonë, zemra e tij ndaloi së rahuri. Nuk kishte dhimbje, nuk kishte dramë, nuk kishte fjalë të fundit dramatike. Ai thjesht u zhduk, sikurse kaq shumë të tjerë kishin zhdukur përpara tij. Funerali ishte i vogël dhe i thjeshtë. Familja ishte atje, disa miq të vjetër, disa kureshtarë që kishin dëgjuar se një figurë e vjetër historike kishte vdekur dhe donin ta shihnin për herë të fundit.
Nuk pati fjalime të gjata, nuk pati lavdërime, nuk pati përpjekje për ta paraqitur atë si diçka që nuk kishte qenë. Ai u varros në një varrezë të thjeshtë në periferi të Tiranës, në një vend që nuk është i shënuar me asgjë më shumë se një gur i thjeshtë me emrin e tij dhe datat e lindjes dhe vdekjes së tij. Dhe kështu mbaroi jeta e Pali Miskës, një jetë që kishte filluar në varfëri dhe që kishte arritur në majat më të larta të pushtetit, një jetë që kishte parë ndërtimin dhe shkatërimin e një sistemi të tërë, një jetë që kishte qenë plot me zgjedhje të vështira dhe pasoja të dhimbshme. A ishte ai një hero apo një villajn? A ishte ai një viktimë e sistemit apo një arkitekt i tij? A meriton ai të kujtohet me respekt apo me zemërim? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të thjeshta. Sepse Pali Miska ishte të gjitha këto gjëra dhe asnjë prej tyre plotësisht. Ai ishte një njeri me të gjitha dobësitë dhe kompleksitetet që vijnë me natyrën njerëzore. Ai bëri zgjedhje që shkaktuan vuajtje, por ai gjithashtu jetoi në një sistem ku çdo zgjedhje kishte pasoja të tmerrshme. Ai mbijetoi duke bërë kompromise, por ai gjithashtu pagoi një çmim të lartë për atë mbijetesë, një çmim që e mundoi atë deri në ditën e fundit të jetës së tij. Ndoshta mësimi më i rëndësishëm nga jeta e Pali Miskës nuk është se ai ishte i mirë apo i keq, por se ai ishte njerëzor. Dhe në atë njerëzi qëndron një paralajmërim për të gjithë ne, se në kushtet e duhura, çdo njeri mund të bëjë gjëra që më vonë do ta bëjnë të ndiej i tmerruar. Se sisteme që duken të pathyeshme mund të na korruptojnë në mënyra që nuk e imagjinojmë dot. Se mbijetesa mund të vijë me një kosto që është shumë më e lartë se sa mendojmë në momentin kur bëjmë zgjedhjen. Por ka gjithashtu një mesazh shprese në këtë histori. Sepse nëse Pali Miska, një njeri që kishte bërë kaq shumë gjëra që e bënin të ndihej i turpëruar, mund të gjejë një lloj paqeje në fund, atëherë ndoshta ka shpresë për të gjithë ne. Ndoshta asnjë njeri nuk është përtej shpëtimit, asnjë jetë nuk është plotësisht e kotë, asnjë gabim nuk është kaq i madh sa të mos mund të pranohet dhe, në një farë mase, të falet. Historia e Shqipërisë në vitet pas vdekjes së Pali Miskës ka vazhduar të zhvillohet në mënyra që ai ndoshta nuk do t'i kishte imagjinuar dot. Vendi ka kaluar në transformime të mëtejshme, ka përballuar sfida të reja, ka ndërtuar institucione të reja. Fabrikat që ai ndihmoi ta ndërtojë janë kryesisht zhdukur, por janë zëvendësuar nga forma të tjera ekonomie. Sistemi politik që ai shërbeu është zhdukur, por janë krijuar forma të reja qeverisje. Brezi që jetojnë në atë sistem po plaket dhe po zhduket dhe po zëvendësohet nga breza të rinj që e njohin atë kohë vetëm nga librat e historisë dhe nga historitë e gjyshërve të tyre. Por pyetjet që jeta e Pali Miskës ngre mbeten relevante. Si duhet të jetojmë në kohë të vështira? Si duhet të balancojmë mbijetesën personale me përgjegjësinë morale? Si duhet të gjykojmë ata që bën zgjedhje të vështira në rrethana që ne nuk i kemi përjetuar kurrë? Si duhet të përballemi me të kaluarën, me të gjithë kompleksitetin e saj, me të gjithë dhimbjen e saj, me të gjithë paqartësinë e saj? Këto janë pyetje që çdo shoqëri duhet t'i bëjë vetes nëse dëshiron të mësojë nga historia e saj dhe të ndërtojë një të ardhme më të mirë. Dhe historia e Pali Miskës, me të gjitha kontradiksionet e saj, me të gjithë tragjizmin e saj, me të gjithë njerëzinë e saj, është një mjet i vlefshëm për të filluar atë bisedë. Në fund, ndoshta ajo që mbetet nga jeta e Pali Miskës nuk janë fabrikat që ai ndërtoi apo pozicionet që ai mbajti, por pyetjet që ai na lë. Pyetje për pushtetin dhe përgjegjësinë e tij. Pyetje për besnikërinë dhe kufitë e saj. Pyetje për mbijetesën dhe çmimin e saj. Pyetje për fajin dhe mundësinë e faljes. Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta, por janë pyetje që duhet të bëhen përsëri dhe përsëri nga çdo brez që dëshiron të ndërtojë një shoqëri më të drejtë dhe më njerëzore. Të nderuar shikues, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë se ku Pali Miska ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.